Që nga ju në veri me të ronë një erësi. Në përpusha, në përkotra, në broma. Ti jeni bërë shumë të bukur të dy? Dojna, Opa. je bërë Dojna për Sanremo je bërë. Ti bes je bërë për spital. Për spital. Çuna kam një lajm shumë të mirë për ju. Më në fund Qa fillon ka ndodhur? Black Friday, ha? Shkemi. Urime të gjithë ju që po na ndiqni. Për? Më qa ka nëngë se na le nëngë? Vendimi i gjykatës kushtetuese doli. Nuk e ditë që ka ndodhë. Jo, pra qa thup? Ta shpjegon Lalaj. Gjykata kushtetuese pranoi ankimimin e qeverisë për rastin Balluku, me fjalë thjeshta, kur kryeministri ngre zërin, hop, gjykata ul kokën. Mirë. Më falë më shok. Pa kuptoni që këtu është u bloku shtetere, se ky pezullimi na la pa fluturime direkte me Kanadanëre. Po. Direktre, ka rrinë si në Toronto. Jo, ty të kanë prish shumë punë njerëz se i kanë bloku dasmat. Po, të ka bloku dasma që kanë ne. Po të shi për fitëri. Po pezullimi Ishtë ministres... kap në koncert. Gjë, se është më kisa. Pezullimi ministres ka blokuar dhe fluturimin e flamingove. Jo. Nisë ndot. Po çast Ka rënduar trafikun ajror, detar, rrugor, o të gjithat, ore nuk vjen dot peshqit. Peshqit migrator dhe shpendët migrator nuk vjen dot. Qa thurë, hudhërjetat këti? Po kjo nuk është gjëja më e rëndë, Morçuna. Se më shoq. Ky pezullim i mori dhe zërin. Po, Zoni ma kini morë ju këtore, se këtu kini gjinde, këtu ke shpërë atu, ja ke frikë me një, se di që më ka gjithë. Jo, më thënë drejtën, unë di që gjindet erdhën sa e në ti. Ishi mirë. Nuk ja sola unë, atë i gjitha me ftoj. që ku ke ardhë, kena fillu të ndjek kërk. Por, duhet me thonë që e kam të mirë në të gjindet kur vinë, beso, se të pak të ndanë qeran me të gjindet, ndanë kërsin e kredisë, nuk paguajnë gjitha vetëm është e vështirë më. Ore, minimum këtheni zonin e ju, se pak shazotin kam të djenë një nënësure. Ku do nga denoncoj? Të lejene do t'ju të... A, zote, Bires qete. më keq, do ju denoncoj ke Flavia Qori. Flavia Qori. Bires më keq, do ju denoncoj ke Piranja. Aty po, aty ndiqe dhe vetë si rast. Dakor? Po prit, unë them mos harxho për momentin zërin, se tani do të flasim për lajmin më të bukur të këtij viti. A më nërë si që e ke sot kret lajme. Vetëm lajme të mira. Se hapë një kështu me portal me lajme të mira, se vetëm lajme të qia në portal. Jo, nuk ecin portalet me lajme të mira, jo. Po kjo është vërtet një lajm shumë i mirë për gjithë ne shqiptarët, sepse Lahuta më në fund u njoh si pasuri jo materiale e UNESCO-s. Bravo. Një fitore e madhe për kulturën shqiptare dhe dua t'i komplimentoj dhe t'i përgëzoj të gjithë atë staf njerëzish artistësh që kanë punuar për këtë projekt, për ta bërë vërtet pjesë të UNESCO-s, dhe të gjithë ato breza lahutarë që mbajtën gjallë ndër shekuj, por më në fund sakrificon një jetë. Që nuk ka kënaqësi më të madhe. Ja, ma kanë fut krahun UNESCO. Ma kanë fut krahun UNESCO. Jo. Dhe ja kina fut Serbi sa krahun. Jo, një sekond, po ky flet vërtet me gjindet. E ka ditur përpara se të futen UNESCO, kështu që Lahutën na e pranu në UNESCO, po groshën kur do na e pranoj, si pasuri kombëtare e shqiptarëve. Po e ka pra aty kemi plot vlera që mund të na imbroj UNESCO, mund të flasim për shembull për bujarin. Bujaria është një vlerë shumë e rëndësishme që ne kemi. E kena shumë. Po. Edhe bujar Qamilin me që jemi të bujaria. Ta fusën bujarin të shi që do pësu. E kemi bujar Qamilin, po aq pak sa të kemi dhe bujarin. Por, në fakt, ne si shtet jemi qik të pa aft për t'i mbrojtur këto pasurit tona kombëtare. Se vetmja shpresë është që të ndërhyjë UNESCO. Se po i ngriti alarmin UNESCO, atëre po vjemi lëvizjen e. Qa, si, Ashtu si fatkeqësisht nuk u vun lëvizje edhe për rastin e minatorëve në Spaç. Greva pushoi, por kompania Tete Albania ka disa të fsheta që ka ardhur koha të bëhen publike. Po prap me këtë tetën ju, po lërë një tetën në qefin e vetë, më qa? Po si në qefin e vetë, obesi tani të lutem. Këtë radhë, investigimi ju nxjerr në dritë disa nga problemet strukturore të kompanisë, që rrjedhin edhe borxhet e shumta, keq trajtimi punonjësve shqiptar e të tjera. Keni kundërshtim? Kam!
Keni heq zonin! Atëherë bëj pak pushim. Ktheni zonin! Zërin tënd do e fusim në UNESCO, të hapim një dosje, zëri I besit! Si në filma terror! dhe ndërkohë që plotësojmë dosjen, Bëj pak pushim dhe ndjekim Fra Ardëristën që prej 2 vitesh u jep zë minatorëve të Spaçit. Na bie këtë? ja, Kanë kaluar më shumë se 2 muaj që prej nisjes së grevës së minatorëve të Spaçit, duke u ndjerë të papërfaqësuar, ata u detyruan të krijonin sindikatën e minatorëve dhe nëpërmjet saj të kërkonin të drejtat e tyre të mohuara, që nga nënshkrimi i kontratave të reja kolektive, mos diskriminimi nga eprorët në ambientet e kompanisë Tet Albania Tunnel Land Mining apo barazia në paga. Mirë po përfaqësuesit e kësaj firme që zotërohet 51% nga vëllezërit Murat dhe Mustafa Ilbak nuk e njohën sindikatën e formuar. Madje pak ditë pas nisjes së grevës pushuan 10 punonjës nga puna, ndërkohë që kompania vijonte punimet pa i ndërprer asnjë ditë, pavarësisht se kodi i punës së Republikës së Shqipërisë nuk e lejon këtë gjë. Ndërkohë që shteti bënte se hir, pronarët nuk u mjaftuan vetëm me pushimet e padrejta të minatorëve, sepse ata bën një tjetër lëvizje në Rogoz, duke përfituar nga gjendja jo e mirë ekonomike e punëtorëve, i ofruan këtyre të fundit disa kontrata për mbajtjen e të cilave mund ta lexosh vetëm në dorë shkrime qeverisht autokratike. Kanë formuluar një pasqavure që ti më i thanë mirëditor që i shkurt mohabeti me i zvesh nga çdo lloj anë ligjore, nga çdo lloj mbrojtje, me qenë të nënshtruar, letra të tilla në një shtet demokratik nuk do të përpilohen. Bëhet fjalë për këto 2 fletë të formuluara në emër të minatorëve, por që në realitet janë përgatitur nga juristët e firmës Tet Albania, me anë të së cilave punonësit e rikthyer janë të detyruar të pranojnë se nuk janë paraqitur në punë për shkak të grevës, dhe se ata vetë kanë patur dëshirë të paraqiten, sepse janë shumë të kënaqur me kushtet e punës atje, por e kanë patur të pamundur për shkak të trysnisë dhe paragjykimit nga kolegët e tjerë. Madje ata vetë duhet të pranojnë se greva ishte e paligjshme. Mirë po, kësaj paçavureje nuk ju dorëzuan të gjithë. Mund t'i firmosni ju ato dokumente? Po ku bëhet fjalë, ne po kërkojmë i drejt më shumë se sa kemi pas, jo të lëmë edhe ato që kemi pas. Ajo është t'jafusësh vetë. Ne do të vazhdojmë këtë grevë, me nim të Zotit do ta fitojmë. Po edhe po se fitojmë, ne jemi ball lart prapë se prapë, se nuk kemi nënshtruar slavërisë. Herën e fundit që ne ishim atje mes minatorëve data shënonte 24 nëntor. 3 ditë më pas, kjo betejë për të drejtat e tyre të mohuara nuk u fitua. Pas 50 ditësh greve të pandërprer, rruga përpara derës së firmës u boshatis. Minatorët nuk e gjetën gjuhën e përbashkët me kompaninë Tet Albania dhe u flakën në rrugë, të papunë. Njëkohësisht u trajtuan si të huaj edhe nga vetë qeveria shqiptare dhe institucionet përgjegjëse. Merita yalnız bırakıldı. Güçlü olan tarafın güçsüz tarafı yok sayması, ezmesi demektir bu. Maaş vermediler. Baskıyla zorla istediklerini kabul ettirdiler. Onları aç bırakarak tehdit ederek. Ama bu onlara hayır getirmeyecek. Zotëria që sapo dëgjuat është 60 vjeçari Bertan Berk Pinar me profesion inxhinier minjerash, një nga themeluesit e kompanisë turke Tete Madençelik, e cila në vitin 2007 bleu minjerën e bakrit në Spaç dhe krijoi firmën Tet Albania, aksioneri së cilës ishte 100% zoti Bertan. 2000 yılından beri de Arnavutluk'tayım. Belki Enver Hoca'nın komünizm döneminden sonra Arnavutluk'ta bakır madenlerini açmak bize nasip oldu. Munella'yı da biz açtık. Spaç en zor projeydi. Spaç'ı da bize açmak nasip oldu. Siç e thotë edhe vet, ai është rritur në të njëjtat kushte si banorët e atyre zonave, mes malesh dhe në varfëri. Ben onları kendi akrabalarım gibi görüyorum. Gariban, fakir ama gururlu insanlar. Munella'da yangın olduğu zaman çok korktum onlara zarar gelecek diye. Herkesin konumuna 3'er 4'er yangın söndürücü verdim, eğitim verdim ki zarar görmesinler. Mirë po, këto nuk ishin të vetmet veprime profesionale dhe dashamirëse nga zoti Bertan. Ben bir madenci çocuğuyum. Madende yatıp kalkıyorum. Ben burada yüzlerce insanlarla çalıştım. Her Munella'nın etrafındaki bütün haritaya koydum, Google haritaya. Herkesin ne imkanı var yok, herkese imkanı olmayanlara fakir maaşı bağladı. Hasretle boynuma sarıldı. Onların bile maaşını kestiler. Bëhet fjalë për përfaqësuesit me 51% aksioneve të Tet Albania, vëllezërit Murat dhe Mustafa Ilbak. Ben hayatta 2 tür insan olduğuna inanırım. İyi insanlar ve kötü insan. Eğer İlbak iyi insanlar olsaydı Türkiye'de de hapse girmezdi, burada da bu işleri yapmazdı. Tani për të kuptuar se përse sot aksioneri i dikurshëm me 100% të aksioneve të Tet Albania, Bertan Berk Pinar, zotëron vetëm 49%, do duhet të rikthehemi në vitin 2007, kur kompania Tete Madençelik bleu minjerën e Spaçit dhe themeloi firmën Tet Albania me në krye zotin Berk Pinar. Spaç projesine başladığımız zaman zorlandık. Çünkü tenörü çok düşük. Ama biz bunu yapacağımıza inandık. Modern teknolojiyi kullandık. En önemlisi arkadaşlarla el ele
bile verdik. Çok güzel bir ekiple, çok güzel insanlarla çalıştık. Ve Spaç'la birlikte etraftaki diğer ocakları da ihaleden aldık devletten. İlbak böyle bir projeye katılmak istedi. 2016'da ortak aldık. Biz Spaç'ı 2007'de aldık. Duke i shitur gjysmat e aksioneve, Biz aslında 50-50 ortaktık. një baraspesh aksionesh që nuk zjati shumë, sepse zoti Bertan Berkpinar transferoi 1% të pjesës së tij tek Ilbak, duke ndryshuar raportin në 51,49% në favor të dy vëllezërve, në mënyrë që grupi Ilbak Holding të siguronte konsolidimin e nevojshëm financiar për funksionimin e kompanisë Tet Albania Tunnel and Mining. Të paktën kjo është arsyeja sipas dokumenteve të firmosura. Ama küçük şirketimiz büyümeye başlayınca biz İlbak'ın davranışlarındaki farklılıklardan rahatsız olduk. Bazı kabul etmeyeceğimiz baskılar başladı. Benim tabiatımda korku yoktur ama onların niyeti var. Onların ne mal olduğunu iyi biliyorum. Dhe shumë shpejt presionet u pasuan nga mashtrime financiare. Bizim şirket üzerinden krediler kullanıldı. TT Albanya yeni madenleri aldığı için yatırımlarını büyütmek için bu para talep edildi. Usulüne göre kullanmadığı için bu para İlbak'a gittiği için BKT TT Albanya $100.000 ceza kesti. Sepse ato 10 milion dollar kredi nuk u përdorën për investimet të kompanisë, por kaluan direkt në llogarinë e Ilbak Holding. Mirë po me sa duket, kalkulimet e vëllezërve Ilbak për të zhytur thellë më thellë ortakun e tyre nuk ishin mbaruar me kaq. 2020'de İlbak aldığı, bizim üstlerimize aldığı krediyi ödemedi. Onu da biz ödemek zorunda kaldık. Çünkü o 1 puan için aldığımız borçlar biterse 1 puanı geri almamızı önünü kesti. Duke balancuar kuotat brenda kompanisë, një lloj siç ishin në nisje të bashkëpunimit. İlbak taksitlerini ödeyecekti. İlbak ödemeyince BKT bizim satışlarımıza, konsantrelerimize gelen havalelerden kesti. Duke ndikuar negativisht në bilancet e kompanisë. Dhe si të mos mjaftonin me kaq, në vitin 2021 Ilbak bën lëvizjen e radhës. 4 milyon danışmanlık kontratı yapmışlar, ondan haberimiz yok. Onu aslında şeye çevirdi. İstiyor ki aramızda problem başlasın ki bizi çöküp bizi atsın dışarı. Çünkü ben o taksitleri ödemedim. Ben ödemeyeceğim ifadeleri değişti. Më sakt u vunë në veprim. Sonra başka şeyler bahane edip benim yönetim kurulu üyeliğimi düşürdüler. Kanunen buna hakları yok. Benim düşürüp yerime kendi adamlarını atadılar. Bütün aldıkları kararlar illegal. Dhe se si janë kryer, do na e shpjegoj inxhinieri Berkpinar duke na treguar me detaje episodin në fjalë. Burada yönetim kurulu toplantısı vardı. Onların o toplantıdaki amaçlar şirketin sermayesini arttırmak, bizim hissemizi düşürmek. Bu kararlar için 3'te 3 oy verilmesi lazım. Yani %100'ü. Por njëri nga të tre ishte vet Bertani, i cili natyrisht nuk mund të votonte pro një vendimi që do ta dëmtonte. O toplantıda noteri vardı. Konuşulan konuları noter hanım not yazacak, sonra tercüme edecek, hızlı bitecek toplantı dediler. Ben itiraz ettiğim için o kararı alamadılar. İstedikleri kararları alamayınca noteri hanımın notlarını değiştirdiler. Dhe këtë loj në kurriz të tij, inxhinieri u hati shpejt. Ben orada noter hanımdan bir kopya rica ettim elindeki orijinalden. Lütfen imzalar mısınız dedim, imzaladı, paraf etti. Sonra onların fotoğraflarını da çektim. Toplantıdan sonra imzaya getirdiler kağıtları ve bana şu kararları aldık dediler. Türkçesini görüyorum. Ben böyle demedim. Fotoğrafını çektim, evrakları mahkemeye verdim. Yani biz çalışanlarla beraber aynı taraftayız. Haksızlığa uğruyoruz. Biz Türkiye'de dava açtık. Hisselerimizi geri almak için. İnşallah davamız hak ettiğimiz şekilde biter. Herhalde en büyük bayramı Merit'te yapacak. E cila sot është krejtësisht e braktisur, jo vetëm nga kompania turke që përfiton nga nën toka e saj, por edhe nga shteti shqiptar që bën sejir tek eksaminatorët flakë në rrugë. Ndërkohë, nga ana tjetër, pavarësisht malit me shkelje ligjore, përfaqësuesit e Ilbak vijojnë të nxjerrin bakër nga minierat, edhe pse me kapacitet të reduktuar. Toplasan 40-50 bin ton konsantre üretilmiyor. Kapasiteler çok düşük. Çabuk zengin olmak isteyen ortaklarla bu iş olmuyor. Şimdi İlbak yeraltı madencilik konusunda tecrübesiz. İlk defa bize ortak oldu. Yönetimde de beceriksiz. Yani Türkiye'den buraya çok insan göndererek çok iş yapacaklarını sanıyorlar. Sorun şu, Türkiye'den adam getiriyorsunuz. Bunlar ne kadar günün zamanını yer altında, madende, buradaki yerli çalışan arkadaşları da gücendirdiler. Dhe pasojat e këtyre veprimeve dhanë efekti në muajt e fundit të vitit 2025, ku mbi 50 minator humbën punën e tyre, vetëm pse kërkonin të trajtoheshin me merit dhe dinjitet. Yani şu an TET Albanya kötü kapasiteyle çalışıyor. İşte işçilerle durum ortada. Yani siz işçilerinizle kavga ederseniz üretimi kim yapacak? Şu anki rakamları çok iyi değil çünkü işi beceremiyor. Një situatë kjo tërësisht e ndryshme nga ajo e mëparshmja, kur kompania drejtohej nga ky zotëri. Bizde çalışma farklıydı. İçinde doktor odası var madende. Ferah, aydınlık, beton, kamera, televizyon, kafe, her şey var. Şimdi bunların hepsi gitti. Arkadaş çalışanlarla da ilişkiyi bozdular. Duke i ndarë në ca të nënës e ca të njerëkës. Biz
Biz Türk Arnavut'ta kimseyi ayırmıyorduk. Çünkü yaptığı iş önemli. Pasaportuna göre maaş verilmiyor. İlbak burada yerliye saygı duymuyor. O ruhsat sahibi olmakla buranın sahibi olduğunu sanıyor. Ama buranın sahibi İlbak değil, o insanlar. Nuk na trajton mirë. Ai punëtori turk trajtohet rrafisht me punëtorin shqiptar në një vend. E njëjta punë. Ai merr shumë shpërblime. Ka shumë disnivele me turkun. Një gjëmbis shqiptar për 26 ditë pune, 1.670.000. Kurse një gjëmbis turk 3.150.000. Saygı göstermedikleri sürece de başlarına bunlar gelecek. Bu işleri kendileri yaptılar. Bu duruma kendileri getirdiler. Çünkü insanlar iş konsantrasyonunu kaybetti. İlbak bu süreci zor aşır. Çünkü bir kere kalem kırılmıştır. Po qeveria shqiptare. Bazı konulara hükümetin daha detaylı bakması lazım. Vergi kurumlarının dahi daha hesapları iyi incelemesi lazım. İlbak siyasi gücü olduğu için her zaman kendisiyle fazla bir özgüveni var. Başbakan Edi Rama'nın bu şirkette olanları bir inceletmesi lazım. Zoti kryeministër, Spaçi është territor shqiptar dhe duhet trajtuar si i tillë. 50 minator të nëpërkëmbur nga pronarët turq kanë muaj që kërkojnë të drejtën e tyre të lishme, prandaj është momenti të ndërhyni. Gjithmonë nëse nuk prishemi me turqit. Jemi në javën e 4 të përpjekjeve për të bashkuar Afërditën me djalin e saj. Në një vend normal ku ligjet janë dhe funksionojnë, kjo procedurë nuk duhet zgjaste më shumë se 4 orë, ose më saktë, nuk duhet zgjaste fare. Por për fat, siç e keni ndjekur nga rrjetet sociale, misioni u përmbush me sukses. Për ata që nuk e kanë ndjekur me vëmendje, kujtojmë se kjo ndarje nuk erdhi as nga ndonjë gjykat, as nga ndonjë institucion, por nga vjerri e nga vjera, që mbanin peng nipin si t'ishte një lodër. Ka sindrom Stockholmi, por ne kemi edhe sindromën e Burrelit. Sindroma e Burrelit ka të bëjë me rastin kur jo viktima, por autoritetet krijojnë një lloj pëlqyeshmërie me pegmarrësit. Ndjekim episodin e fundit të kësaj drame, e cila fal përpjekjeve të stafit ton dhe në mënyrë të veçantë të Piranjës son, Jonida Mukja gjeti zgjidhje dhe përfundoi me sukses. Rrie qetë. Do ta gjejmë këtë luftë deri në fund. Okej? Më vjen keq që të rrekë fëmijën ashtu. Udhëtimi ynë drejt Burrelit kësaj radhe vjen pasi skandali i institucioneve ka plasur dhe ne kemi transmetuar historinë e dhimbshme të Afërditës, e cila ka 7 vite që nuk arrin të marrë djalin e saj. Prandaj kuptohet që pritshmëritë tona janë më të mëdha. Kjo edhe për shkak të mbështetjes masive që kjo nën 25 vjeçare mori nga çdo shqiptar që mësoi përpjekjet e saj disa vjeçare në kërkim të drejtësisë. Prandaj nuk na mbetet gjë tjetër veç se të përballemi me disa prej atyre që kanë shkaktuar këtë dramë tek një grua e re. E nuk janë merakosur as pak që japi një dorë në shkatrimin e raportit të më sublim siç është ajo e një nëne me djalin e saj. Dhe në këtë përballje do të tregojmë edhe disa të vërteta që lidhen me postin abuziv që 2 punojëset sociale të Bashkisë së Matit të mbajnë në këtë institucion duke shkelur ligjen. Gjithë personat të cilët janë përfshirë në njësinë për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë drejtuesin, pra edhe ata specialistë, të cilët konsiderohen specialistë të mbrojtjes së fëmijëve, duhet të jenë me formim akademik punojës social. Po 2 zonjat që kanë asistuar në të gjitha seancat e ekzekutimit të vendimit për marrjen e fëmijës nga nëna, a kanë licencën e duhur për të ushtruar këtë funksion kaq delikat? Romina Kurti dhe Hortenca Doçi, nga kërkimi që ne kemi bërë në regjistrin e anëtarësisë së urdhit të punojësve social, nuk figurojnë të jenë anëtare apo të regjistruara pranë institucionit tonë. Nuk jam punojëse sociale. Në pozicionin tim të punës, nuk jam punojëse sociale. Pse pranoni vetë juve që të prezantoheni me një titull mbrojtje e dhunës ndaj fëmijës? Unë jam përgjegjëse sektori. Kush ju ka titulluar me këtë? Tagur me këtë post? Kështu jam emëruar që kur kam aplikuar për punë, jam emëruar. Po të them, unë nuk jam punojëse sociale, nuk jam punojëse sociale aty, jam përgjegjëse për të koordinuar punën. Nuk jam punojëse sociale, por jam shefja e këtyre punojëseve sociale. Nuk jemi të sigurt nëse nuk po e kupton apo bën sikur. Jemi licencë si punojëse sociale? Nuk jam punojëse sociale. Hortenca Doçi. Po. Përgjigje sektori e barazisë gjinore, dhunës në familje dhe mbrojtjes së fëmijë. A prezantohesh si shërbim social në çdo proces ekzekutim vendimi? Sepse shërbim social jam. A e kuptoni që me këtë lloj gjëje, po jep një titull, jam përgjegjëse dhe sektorit. E cilit sektor?
të barazisë gjinore, dhunës familje dhe mbrojtjes fëmijëve. Po, në emër të kujt se je e non-emëruar, pra e drejtorisë të shërbimit social në Bashkinë Mat. Okej, dakord. Ke një licencë për këtë sepse ligji ty nuk ta lejon që të punosh si shërbim social. Po, patjetër që ma lejon. Asnjë shtetas në Republikën e Shqipërisë nuk mund të ushtrojë profesionin e punonjës social pa qenë antar i licencuar pranë urdhit punonjësve social. Si juve, Romina Kurti dhe si kolegja juaj, Hortenca Doçi është e pa licencuar dhe pa regjistruar tek urdhri i punonjësve social. Mund të ishit psikologe, po as aty nuk figuroni. Ju zonjë Patagër, me datën 31 korrik të vitit 2025, keni ndikuar që gjyshja dhe fëmija të largohen nga ambientet e procesit e ekzekutimit, po sepse kanë të filmuar me kamera. Sidoqoftë për te hesapeve që të kenë me institucionet për shkak të paligjshmërisë të postit të tyre, këto dy zonja duhet të ndjehen pak keq moralisht përballë një nëne, të cilën e kanë përbuzur për vite me radhë. Ndërkohë që prezenca jonë aty ka një qëllim shumë madhor, prandaj kërkojmë të mos humbim kohë. Për më tepër që kësaj radhe policia e ka marrë shumë seriozisht kauzën që kemi ngritur prej javësh. Gjush Hamiti është shoqëruar në makinë nga agentët e komisariatit të Burrelit dhe të gjithë së bashku jemi nisur për në Burgajet, në shtëpinë ku ndodhet fëmia 7 vjeçar. Për herë të parë pas shumë vitesh, Afërdita rikthehet në shtëpinë e burrit të ndjer, aty ku i kishin mbajtur me dhunë një pjesë të zemrës së saj. E së bashku me të janë edhe përfaqësuesit e institucioneve, që nga përmbarimi, policia e shtetit, punojësit sociale dhe psikologja. Duke parë se ka kaluar çdo limit me sjelljen e tij, Hamiti kësaj radhe nuk e ngre as pak zërin por hap dyert e shtëpisë për miqtë e paftuar. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë që ai dhe Evladia do të bien dakord me vendimin për t'i kthyer djalin nënës. Madje si në një skenar të parashkruar nisin rezistencën. Ja jem Nami duhet të ishte bërë kohë më parë nëse institucionet do të bënin punën e tyre dhe këta zotërin duhet të ndiqeshin penalisht. Ai ke që e përqafojnë momin e vetë. Ti kupton tani ti arrit. Pa shikoj vetëm pak. Dhe shikosh pak mami, thuaja mami që nuk do të shkosh me mami. Thuaja more nuk do të vi me ty, ose thuaj fjalë mami, ta kuptoj dhe mami. Po nuk marr që të marr, thjesht të përqafoj. Po mos jemi në se me qesë, ka herë se qesë. Po mos jemi në, ha fyll, si dhe ti, mos qesë. Mos mami, o, të rezikon mami, asë mirë. Pa shpirtë, pa shpirtë. Se vetën more, o, i pa shpirtë. Po që ta ki kërku gjukatës, mo që ishte pa shpirtë. Ta vashme, se në gjukatës dhe kërkima. Ti ke bonome. Ti më shpi time ke bonome. Ti më shpi time ke bora këtë shpi. Të mos bëni debat. Dalin pak bosht ke kalamajt. Dilni ju pak. Po shoj fëmija njerë, dilni hajti pra. Po dalin njerë bosht për i fëmija, nëse qetësohet. Huj, dhe përgatisesh që ka të fëmijën që ti ke me nënën. Dalin njerë atje poshtë ka mbërë bërisi. Tregoj ti që nga dhe mami do. Jesëm të përgatisesh. Dhe ne nuk hingi pa moshti. Rini qëto. Jeni jepi asaj nënës në të. Ma me forës, mo qatë dhe të përdër një qetër. Përshkini kap droni. Vëreni diçka me vëmendje. Nga njëra anë gjyshja hiqet sikur po bashkëpunon, por sa e harron skenarin rikthehet në diskutimet e ashpra që e kanë çuar situatën deri këtu. Po se pasha nisa tu qep mia. Foli ti fëmis. Mirë është që kësaj puna du të japim zgjidhje. Prokurore e gatshme, Ornikova dhe më tha, nuk mund të marrin 2 pleq peng një fëmijë. Brenda 5 ditëve duhet caktohet data, shoqërohet komisariat me gjithë fëmijë, me gjithë Evladinë, zbatohet vendimi dhe t'i jepet fëmijat jamën. Edhe ky një veprim i vonuar që duhej bërë vite më parë. Ti mendon që në këtë ambient ku është fëmia sot me e marrim apo nuk e marrim dot? Po që të punojnë gjyshërit pak ne e marrim. Ose nuk kam rrugëzidhje tjetër si me vepru me këta, se këto nuk binden. Në këtë pikë kur gjërat po vazhdojnë të komplikohen, psikologja bën një vlerësim të situatës, më shumë për t'i treguar të pranishmëve se çfarë fshihet pas refuzimit të fëmijës. Që fëmia është indikuar s'bëhet fjalë. Se më shumë ta mban Evladia për krau se sa rri fëmia mas Evladias. Kur do ta sjellësh do t'i thuash sot nëna me gjyshin po të çojmë ke mami. Jo do vim në poshtë për pjet. S'ka më. Biles që sot jam vare e të ikurit, me daç me ditë. Por me që po në toni gjatë gjithë kohës, aspekti njerëzor, a jeni njerëz... Nuk u marrë pra fëmi, për para fëmi, nuk u marrë tukë. Zemra pra të fëmi, se për ju të mëdhenjë të bëni vetë llogaritë juve. Përsa ju vazhdoni të mbani këtë lloj qëndrimi mos i dush fëmijës një fjalë të mirë për nënën,
Ju jeni problemi. Në më të basot për shërbali. Por që shërbali sot me datën fikse dhe atë ditë ky do ta sjellë fëmijën ta dorëzoj. Në këtë pikë Afërdita e ka humbur durimin dhe kërkon që gjithçka të mbyllet aty në atë moment. Kjo për shkakun e thjesht sepse e ndjen se është më afër se asnjëherë ëndrrës së saj të madhe. Të më marr fëmijën. Pse ta dramatizoj prap një ditës tjetër? Stresohet pra fëmija. Prokurori thot 2 pleq po majnë peng një fëmijë. Jo për të ofenduar që janë pleq, po 2 persona të rritur në moshë madhore majnë fëmijë, që do të thotë nuk i binde ligjit. Prokurore se intereson ligji dhe është me të drejtën se në mbrojtje të ligjit është, në zbatim të ligjit. Do të kërkohet shoqërimi i detyrueshëm. Ndërsa bëhet ky diskutim ligjor për marrjen e fëmijës nga nëna, gjyshi bën një ndërhyrje as pak normale, që nuk e kuptojmë nëse vjen nga ignoranca apo nga e keqja që nuk i del për asnjë moment. Pësh një gjallë, atë gjallë, am thesht të vdek me datë 9 unë Dabim Burrell. Inshallah nuk na vdes rrugës. Të më kuptesh drejt. Edhe me më vdek rrugë, unë nuk i vëllë të Dabim Burrell. E marrun procesin dhe po të flasë, ashtë në rullin në shepit këllin. Dhe ti duhet kesh kujdes ku të flasësh. Unë i thorë 2 vjetë e bo si kom me to. Po si ke bon pra, se ke kujtu. Po shket fëmijë emigrin që fillim. A nuk më malë jo. Ashtë djali asaj zotës. Jo, të bëj komunikimin një që ta dish, që po bëm ti tash. Ne na litë e drejta që përveç në veprime tjera, se të veprime të shimta për ne. Në fakt, e drejta për të bërë veprime të tjera ka lindur që në momentin kur nona e fëmijës ka kërkuar të bashkohet me djalin e saj. Ndaj e përsërisim, mos veprimet e mëparshme të policisë e kanë çuar në këtë situatë. Dhe sapo Hamiti mbaron pjesën e tij, në rol futet bashkëshortja e cila ka një pjesë tjetër të skenarit. Do të bëj pasaport, shkove në Itali, ku do me shku në Angli, bëj vizë nesër shkej. Nuk të analoj fëmijën, po të Dhe më nalejsh, do të bësh gabimin. Dhe më hapish praktikë, dhe më hapish knej, do ta moj shanej dhe që këto ka. Ratë parë me nëjë për fëmijën, se fëmija më qanë më nesër, do të fëllë me nëmë. Oj nënë, se nënë ka ty, 100 herë, oj nënë të mjetë. Zot lavdi e li nënë, pa nënë e vetë e. Në këtë debat që pavarësisht toneve më të buta, na kujtojnë takimet e një pasnjëshme pas një lloj rezultati që kemi bërë muajt e fundit. Një tjetër punonjës policie ja bën gjëra të qarta gjyshit kokfort. Po tash po ta them, nuk e di se kemi herë parë që komunikim bashkë për këtë punë. Dakor, dhe kur përdor këto lloj shprehësh, atëherë në analinë të shimë dhe analinë të treta që ne të kryejmë veprime parandaluese për këtë gjë. Një mesazh i qartë që gjërat nuk janë më si më përpara, kur ky i moshuar komandonte të gjitha institucionet e Burrelit. Por edhe një sinjal për ne që rikthimi i fëmijës në krahet e nënës ishte më afër se asnjëherë. Duke parë që arritëm në këtë orar të zgjatur për ekzekutimin e vendimit, fëmia për shkaqe fizike dhe biologjike është pothuajse i pangrënë gjatë ditës, nuk pranoi të konsumonte asgjë. Në të tilla kushte jemi detyruar ta ndërpresim, por jo duke shkuar pa një premtim nga ana e debitorëve që në datën 9/12 ora 11 do ta sjellin me vullnetin e tyre. Është data 9 dhjetor dhe nisemi drejt Burrelit me shpresën që kjo do të jetë hera e fundit që udhëtojmë për këtë qëllim. Sa ditë për 31 herë që po vi. Çfarë mendon Mirse? Inshallah do e realizojmë, se më patëm dhënë një premtim që do ta marr fëmijën. Nuk është se vakam besimin, fëmia është shumë indikuar nga gjyshërit. Momentin që më shikon mua, fëmia është i trembur. Herën e fundit që më dha besën Zoti Hamit, më tha që do ta sjell gjunin o gjallë ose në arkivol. Atë gjallë, am thesht të vdek me datë 9 unë Dabim Burrell. Kjo gjë më trembi shumë. Dua shumë që kjo të jetë rruga e fundit dhe të bashkohem me djalin. Kësaj radhe vërejmë që policia ka marrë të gjitha masat për të bërë ekzekutimin e vendimit të gjykatës. Ndaj të gjithë bashkë zhvendosemi tek sheshi i Pallatit të Kulturës, ku është vendi i takimit me gjyshërit, të cilët më pas do të bëjnë kalimin e fëmijës te nëna. Sapo mbërrim atje, vërejmë një numër të madh personash të afërm të familjes, të cilët kanë vendosur të dokumentojnë këtë moment, që pavarësisht se i shumë pritur nga të gjithë ne, mund të konsiderohet tepër i dhimbshëm për dy gjyshrit që e kanë rritur nipin e tyre. Hamiti lëviz lart e poshtë i nervozuar, ndërkohë që brenda makinës së tij ndodhet Evladia bashkë me djalin e Afërditës. Po e so, se i ftuar më burë, harrove që jemi të ftuar, ne jemi të parë. Unë ti përmbarusi, po s'ka ka lidhje për ne? Hajde, hajde. Hajde se kemi marrë lesh, edhe në vitjen. Ti ku do të jetush ne me bashkë me vajzën. Çdo problem unë jam këtu.
Ndërsa në zyrat e procesit të ekzekutimit vjojnë procedurat, jashtë është krijuar një situatë të tensionuar. Jo me lënë vetëm. Evladia nuk arrin ta nxjerrë të voglin nga makina dhe ka hequr dorë duke tentuar të largohet, por shpejt e shoqëruar nga punojësja e policisë është detyruar të rikthehet. Jam të poshtë, do të problemi jetë dy shërbime të policisë. Gjata, dekën do ta sjella, po kështu ka qenë, se nuk e di që të gjenje. Evladia se shoh, çuni nuk e shoh, ku janë? 3 orë kemi nëna bërë gjithë të vesh, gjallë sa u dërri shpitime, edhe u zhvesh, nuk gjete mu vesh gjallë me dërbrejë. Zotni i dashur, hajde, shko me fëmin, si dhe tu. Tani ne nuk me më shohë në për ambientit. Me djale, si dhe tu. Më në fund momenti ka ardhur. Hamiti bashkë me Evladien janë detyruar t'i binden urdhrit të policisë dhe të qëndrojnë të izoluar deri në momentin e rikthimit të djalit tek nëna. O ta u lanë si u lëret fëmija. Nuk e ti, nuk kam zbrit fare, jam makinë se nuk du që të më shofë, po e të qoj se e kam për fare. Që të me mami në zemë, me mami në zemë, në të mami jo. Shikoj ku ke qenë i vogël. Po do dal pa fara. Po do dalësh ajo. Jo, është mami jo. Është mami jo. Momenti i marrjes së fëmijës, siç edhe e prisnim, ishte më i vështirë për të gjithë. Si pasojë e ndikimit të gjyshërve për vite me radhë, nëna për këtë fëmijë ishte personi më i urryer që kërkonte ta largonte nga ata. Ka erdha, shpirti ti erdha. Ky ishte momenti që të gjithë e prisnim. Jo të hapnim shampanjën, sepse në këtë histori nuk ka fitues dhe të humbur. Ka një nën që mori drejtësinë e munguar prej vitesh, dhe një fëmijë me të cilin Afërdita duhet të punoj shumë për të krijuar ato uralitse që ka çdo nën me fëmijën e saj. Do përqafojmë që të dyne? Kam zënë, o shpirë, tri. Do ikim të shtëpia mamit, edhe një ditë tjetër do vish prapë. Ashtë bukur? Shumë e bukur. Qove të Lodra. Do të qojmë, më shpirë, do të qojmë të Lodra, që tani gjithë. Dhe gjona që kemi këtu, që adoshti. Pas vitesh të gjata pritjeje dhe një betejë të vazhdueshme për drejtësi, Afërdita sot ka mbyllur një tjetër kapitull të errët të jetës së saj. Me djalin përdore, ajo mbërriti në shtëpi pa e kthyer më kokën, duke lënë pas muret që i ka ndarë dhe dyert që janë përplasur në fytyrë. Qofshe lumtur Afërdit, bashkë me të voglin tënd. Unë jam Jonida Mukja. Prej 3 vitesh punoj gazetare te Piranjat. Këtë javë, arritëm të mbyllim me sukses një investigim të vështirë që u kthye në mision të pamundur, bashkimin e Afërditës me djalin e saj pas 7 vitesh. Ajo që pat ju është se sa e vështirë është të çosh të drejtën në vend, edhe kur ke vendime gjykate, edhe kur ke të drejtë morale dhe biologjike. E ndërsa ajo që nuk pat, është ajo që nuk e kap dot kamera. Orët e gjata raskapitset e punës, telefonata pafund, presionet, injorimi, shpesh edhe kërcënimet që merr një gazetar kur i futet një historie të tillë. E mbi të gjitha, indiferenca, ftohtësia, arroganca dhe papërgjithshmëria e institucioneve, punën e të cilëve shpesh na duhet ta bëjmë ne, gazetarët. Ditën e parë që takova Afërditën dhe mosova të vërtetën e saj të dhimbshme, i dhash fjalën se nuk do ta lëshoja deri në fund të kësaj historie. Jam nisur drejt burrelit si gazetare, por gjërat ndryshuan dhe vendin e gazetares e zuri gruaja gazetare, nëna gazetare. Udhëtim pas udhëtimi, gjithçka u kthye në një mision, bashkimi i nënës me të voglin e saj. Kur ndodh ky proces, vendosemi përpara një dileme. A duhet të sillemi si gazetare apo si misionare? Pa komprometuar standardet e profesionit, a mund t'ja lejojmë vetes të ndjejmë empati për atë që lufton për të drejtën e humbur? Këtu te Piranjat ka gazetar që kanë mbajtur në shtëpi të vet, viktimat e dhunës, që kanë shpëtuar nga kthetrat e abuzuesve vajza të mitura, duke rrezikuar jo pak kur institucionet heshtin. Sonte,
Do t'ju them diçka të dhimbshme, por shumë të vërtet. Mes qindra mesazheve mbështetëse për afërditën, më kanë ardhur me 10 mesazhe nënash që nuk i shohin prej vitësh fëmijët e tyre. Nëna, që jeta i ka përplasur me zdallgësh të pamëshirshme dhe kanë marrë mbi vete hakmarrjen e ish partnerve ose familjarëve të tyre. Aty ku një nënë i dhem për më fort, te fëmia, me 10. Dhe ato kërkojnë ndihmë. Për shumë njerëz, numri i gazetarëve është më i rëndësishëm se ai i policisë, sepse ndryshe nga shumë institucione që mbyllen në orën 4 dhe nuk të hapin telefonin, gazetari nuk ka orar. Në këtë vend telefoni i gazetarit është shpesh institucioni i vetëm që nuk pushon. Ne vim në punë çdo mëngjes herët dhe kthehemi vonë në darkë. Telefonata, ankesa, probleme na ndjekin derisa flem gjumë. Kam 3 vjet te Piranjat dhe kur më pyesin, them jam në punë. Por pas kaq vitesh, kjo pushon të jetë thjesht një punë, bëhet mision. Raste si afërdita kemi çdo javë. Disa duan muaj investigimi, një pjesë nuk zgjidhen dhe heshtja e institucioneve ose pushteti i keqbërësve është më i fortë se puna jon. Por sot është një ditë e mirë. Një fëmijë do të fle me nënën e vet. Është një nga ato të pakta net që dhe unë mund ta bëj gjumin e qetë. Derisa të vi një nën tjetër. Besi. S'pas ke qëtë ke zveqime logo. Me këpo kërcejem, o Besi? Me rozën. Me rozën? Me virozën, qau. Viroza. Ka losh mirë. Na e ka fut i pa djetë. Gjithsesi, atmosferë bukur, festat. Për vegjindve, unë edhe virozën nuk ja solla unë. Ata e gjitha në mes tuaj prapë. Prapë, kështu thon të gjithë. Tani, zakoni e do që kur janë festat, ju e dini i lejojnë vetet sa eksese. Po. E të projmë një qik, në të ngrënë, në të shpenzuar, në dembelizëm për shembull. Ja, këtë periudhë për shembull, unë filloj çdo ditë me i kafe dhe dopje dembelizëm mjes për mjes. Dembelizmin e merr kështu. Shqeto? Jo, dopje me batanie bërë. Okej. Është gjithashtu ajo periudhë e vitit e cila sjell në pa vlerat më të larta njerëzore, si kolesteroli, trigliceridet, sheqerna, diabeti, e shumë tjera. Por është dhe periudhë e fundvitit që shohim këto filma të romantik, këto gjëra të romantik. Sa më pëlqejnë ato filma. Sidomos ata filmat e vjetër që janë të ndënjur nga vitet e kaluara. Si të ndënjur, mos si të ndënjur. Vit për vit i shef. Jo, ata janë filmat që bëhen më të mirë me kalimin e kohës, sepse janë aq romantik, të bëjnë të besosh tek ajo dashuria e vërtet, dashuria e pastër, dashuria që të gjithë e kërkojmë, po pak kanë fatin ta gjejnë. Qa keni më? Do ja thush. Ja thuaj ti se mu ma merr për keq. Dashuria pra dashuria e pastër dhe e rëndësishme, kaq. Okej. Nga mu e zoti. Dhe me këtë rast, do të sjellim një komedi çuna. Qa komedie? Sigurisht në stilin e Piranjave, ose? Patjetër. Në rollet kryesore janë 2 banorë të fshatit Zvirin të Korçës. Prandaj s'dini dot ata këtu. Po prit, sa më e bukur vjen tani. Njëra pali bën magji djalit të palës tjetër dhe e lë pa martuar. Do që halësh nga në familja tani mërë. Më fal, sa vjeç është ky që e nxori magjia jashtë tregut të dasmave? Është i madh. Sa? Ha mërë? 27 vjeç. Pa martuar. Jo, s'ka faj, se 27 vjeç në Korçë është sa 47 në Tiranë. Ta kalu mosha, s'ka faj, jo. A keni këtë adresën e kësaj? Që shkojnë Zvirin, mboj magji për të më kthyer zonin, se na keni heq zonin! Po që do, shi sa mirë je pa zë. E di sa bukur e bërë se e Sirena Arje, që e mori e shtriga zërin, me dhe e kundër. Qura paruat? Tani
tani për fat ky rom-com Korçar mbyllet me një happy end ose me një fund të lumtur. Martoj djali. Jo, happy end se do mbin muzanin mrap. Larg qoftë as njëra as tjetra, por mbyllet me një fund të lumtur se Piranja jon zoti Edon Kuqi mëson marifetin se si ti lësh pa martuar kolegët e zyrës. Jo. Edhe gjitha kjo made in Spirina. Për më shumë ndjekim Piranjën tonë që në kot të njohin si zoti Edon Kuqi. Korçare, ti e nuri bukurisht shqiptare, nuk thot në kot Korçare, hori shpare, sa shumë kënduan më jo me kitare. Ti, oj, Korçare. Përzihet Fati Kostas, DJ Mnuse Kostas. Shumica njerëzve nënqeshin përballë magjisë. Dikush e konsideron një çmenduri, ndërsa dikush tjetër bën shaka me rrëfenja të tilla, por ka nga ata që e konsiderojnë diçka tepër serioze e që ngjall frikë. Dhe sa herë që gjërat nuk i ecin siç kanë dashur, dyshimi i parë është se dikush i ka bërë keq. Dhe siç të gjithë e dim, thuajse gjithmonë ato që bëjnë keq me magjitë e tyre janë femrat. Jemi në Zvirin të Korçës dhe kemi bërë 145 kilometra për të zgjidhur një konflikt që po degradon çdo ditë më shumë mes kushërinjve e që në mënyrën më absurde ka nisur nga magjia. Një magji kaq e fuqishme sa që të bën të përplasësh me makinë dhe mbi të gjitha të mbetesh beqar. Më kanë akuzuar se ju kanë bërë magji unë që i bën djali aksident. Mos e shikoni kështu të pashë dhe gazmore, sepse Ana është magjistarja më e famshme e zonës, që jo vetëm kalon një 27 vjeçar pa martuar, por mbi të gjitha fal forcës së saj djallëzore ka shkaktuar një aksident, edhe pse fizikisht ishte shumë larg nga vengjarja. Por kjo histori me magji dhe djaj nuk ishte si të mos zbulojë nga kushërinë, që janë acaruar keq me shtrigën e fshatit, e cila e friksuar ka kërkuar ndihmën tonë. Tregoj veten zoti Kuqi. U përplas me makinë aty lart në një mur, edhe më thrasin llafe shumë, na kërcënojnë. Qa magji e ke bërë ti? Nuk e di çfarë magji e kam bërë. Më thanë që ke bërë magji, na tha një grua në Fallaxhore ku kanë vajtur këto. Ju ka bërë magji një komshije me shkronjën A, edhe ata më janë sulur mua. Filxhani i Fallaxhores kanë nxjerrë një A dhe kushërit kanë drejtuar gishtin tek aja më potenciale e zonës. Po ti je aja vetme në fshat? Vetëm unë që kam. Tu ka shumë djem pa martuar. I bie që unë ja u kam bërë të tërve magji. Të smartohet kë? Ti unë, sepse i kam bërë magji unë. Unë ja kam fajën. Por akuzat që lë djemt pa martuar nuk dalen aty, sepse Ana po përballet edhe me presione e kërcënime nga kushërinjt, përfshi edhe burrat. Tuaj që t'na lejnë në rehatë, se po më sëmuren fëmijët, se thojnë në del Xhaxhilo, na shan llafe më të pista. Ta ma kanë ngjeshur mua që i kam bërë unë magji që të vdes djali tyre. Ai kishte pirë, raki dhe i ra murit. Mos e ka shtyr magjia që të po pirë? Mbase, mund ta ketë shtyr edhe magjia ime. Se mos i ke bërë magji gjithve? Kam bërë të tërve, ndaj s'po martohet njeri këtu. Që djemt e Zverinës janë në krizë nga magjita Anës, e tregon dhe numri martesave që ulet vit pas viti, një krizë që është përcjellë edhe tek lokalet e dasmave që po falimentojnë. Dhe ne për këtë kemi ardhur, ndaj le t'i përvishemi punës për të hequr magjinë e zezë që kalon Kostën beqar. Por më përpara duhet të kuptojmë llojin e magjisë. Ata kishin thënë kishin gjetur një 2 vezë në arën e tyre. Musa hëngra vezë, sa mirë që si mora këtu. Jo, bëre mirë që si more se pasaj do më akuzonjë edhe ti për magji. Kishin gjetur vezët në arën e tyre. Të zira apo kështu? Po se di bre. Edhe i kishin çuar gjoja në ajo gruaja. 2 vezë. Pa i qift pas ka qenë. Po, qift bre, si ka mundësi që ka mbetur tek. Po si ka mundësi me vezë? Çfarë simbolizon veza? Veza simbolizon që ju bën magjin që mos martohet ose të pije raki i bambe e t'i bie murit. Kam 2 kokra vezë që i mbaj në duar. Do të bëj magji, do le t'jem të pamartuar. Kjo është magjia e vezëve që terrorizoi një fshat të tërë. Ti ke vezë në shtëpi? Jo. Je sigurt se mos kanë qenë ato 2 kokrat e fundit që ke hellë te ara? Po, ato do kenë qenë. Në fakt ata kanë një hall të madh, se kanë djalin pa martu. Ndoshta ai prandaj ka pirë, nga që është i mërzitur dhe i ra murit. Murit mund t'i bie edhe me kokë. Po, ai ra me makinë. Ai ra me makinë. Edhe dëgjoj tash, ata mbase nuk janë mirë edhe nga mendja, po ik vizitou, more. Ti do t'ja jepsh motrën. Fakt e kërkuan, po si u dhash. Edhe kjo një magji tepër e fortë Anës për të larguar motrën nga Kosta, prandaj kushërinjt këtu kanë të drejtë. Tani ata e kërkuan. Ju si aullat, tu ka nisë armisia. Ose i mora unë vezët, i hodha atyre, edhe i bëra magji që mos martohet Kosta. Ti se mamen mund t'i shqu kështu së nabull, ke marrë vezët, ke thënë 2 fjalë. Të kem kënduar
në një, jo. Po me vezët që u hollën tek toka, çfarë u bë? Ta më duke i kanë gjetur pa thyer. Si t'japim Kostas? Ti gjen ndonjë nuse nga Tirana. Por magjia e vezëve nuk është e vetmja që përdor kjo grua. Si një magjistrice kualifikuar, ajo ka metoda tepër interesante dhe të frikshme për të bërë keq njerëzve. Ti këtu ke hap çarçaf të bardhë. Shtëpia është ajo bluja. Si blu? Jam çik kështu se një daltonik. S'ka gjë, e ke nga efekti magjisë. Pse çarçaf të bardhë dhe përballë komshive? Ç'a simbolizon? Po se di bre, ta gjeni ju. Ti t'ja qash hallin. Unë dua t'ja qaj, po he. Ti vën se ti qash hallin, e le pa martu. Në ato moment, ndërsa po flasim me Anën, na vjen në mend një ide që mund të shuaj përfundimisht këtë konflikt të ashpër mes fëmijëve. Të prishim Agjin dhe të martojmë Kostën. Da i përvishemi menjëherë punës. Përzihet fati Kostas, ti gjejmë nuse Kostas, ti gjejmë nuse Kostas, ti gjejmë nuse Kostas. Ata kanë qaj vetëm hallin e Bencit, se mos i ke bërë gjë Bencit, ti jo djali. I ka mërë Benci, unë Benci ra, edhe di unë tash dhe të menduar. Benci u prish. Pse u prish Benci? Benci do t'ja kesh fut në motor. Po, ja kam futur në motor, magjinë. Si do qoftë Benci iku. Halli është nusja e Kostas. Prandaj duhet të vëzhgojmë me kujdes këtë magjistrisë të fshehur pas fytyrës së qeshur, e cila është më rrezikshme nga sa mendoni. Por le të shohim çfarë na thot Filxhani një herë. Tu është një simal, është bosh. Është rruga çukut çaf pllot që shem. Ne është bosh fute gishtin këtu me ndonjë dëshirë. Për këtë mendoj. Por Kostën jemi ne. Të martohet Kosta. Jo. Edhe këtë. Hajde këtu. Unaz. Do martohet. U zgjill magjia. U zgjill mendojmë ne. Por për këtë na duhet të bindim edhe kushërinjtë e zemëruar, që shohin tek ana demonin e të gjitha të këqijave që u shfaqen. Për ta bërë këtë, na duhet të takojmë nënën e Kostës, zonjë Lumturie, e cila është e bindur se djalli i fshehur në trupin e Anës nuk do të ndalet derisa t'ia plag djalin beqar. Si e zë Lumturie? Ai lol, do na fusësh mrena në bord se kemi ardhur si miq? Kemi ardhur në mënyrë miqësore për zgjidh një konflikt që ka nis nga hiçi. Ç'a ka ndodhur? Po s'ka ndodhur nga hiçi. Po si ndodhur? Kanë bërë magji, se gjitha vezët, më thonë ki magji. Ku i gjeta? Në tokë, u shkula patate dhe ishin 3 vezë të shkruara me numra, me ngjyra. Më thanë kjo është magji. E ta kanë bërë. Te patatet ishin të groposura, ti e gjete nga pjesa që është ngjitur me tokën e komshive. Ti gjete 3 vezët. Janë magji. E po Ana na pas ka gënyer. Nuk pas kanë qenë 2. Por 3 vezë me një magji tepër të fuqishme, pasojat të secilës janë ndjerë me një herë. Pas disa kohësh djali bëri aksident, ta kanë bërë për djalin me ta mua që të vritet djali. Djali ku bëri aksident, ishte i pirë? Jo. Se aksidentet bën çdo ditë. S'është e thënë që janë bërë me magji. Ku shkove ti pasi gjete? Shkova në disa që shikojnë. Në fshat? Nuk i tregoja, më kanë thënë që mos trego. Janë 2 tha, po njërin nuk ma tregovi. Ti beson vetë magjit? Nuk besonja, derisa e gjeta vetë. Mund të hecet vetëm me fjalën një fallxhore që ti bishëm qaf. Ç'a simbolizonin vezët? Jo, magji. Të pyesim një herë ChatGPT-n se çfarë simbolizojnë vezët në magji. Vezët simbolizojnë fillimin e jetës, krijimin dhe potencialin. Për këtë arsye përdoren në rituale për fillime të reja, projekte të reja ose transformime personale. Duket se fallxhorët në Zverinja kanë marrë lekët kot lumturisë. Dhe i kanë hedhur benzinë zjarrit. Duke bindur që Ana i ka mbyllur dyert e martesës Kostës. Ti thu që edhe mund t'i bllokohet fati. Po edhe mund t'i bllokohet. S'duhet t'i besojmë këtyre gjërave. Mua më tha, ke edhe një tjetër në shtëpi. Ku ke kontrolluar në shtëpi? Se di, s'kam kontrolluar mirë. Po gënjej në breginjej. Ma tha, ju lart mua. Pa i lart pe ëndër. Se çfarë pash unë e di unë. Po që janë shtuar shumë ata që flasin direkt me atë lart. Ndërsa ne po bisedojmë me Lumturien për magjitë një pas njëshme të birit, ky i fundit preferon të na takojë vetë për të na vërtetuar atë që thot nëna. Bushta. Unë bëj denoncim për të. E kuptoj, si do ta zgjidhë? Do ma policim ata i vura tash në Shumë mirë ke pa. Vura tash ata do. Shumë mirë ke. Shumë. Erdhëm deri në Zvirin për të kuptuar akuzat që bën ndaj Anës, por me sa kuptojmë, Lumturia, Kosta dhe gjithë familja e tyre, njëlloj si tek shtrigat e Salemit, duan të bëjnë shembull një grua të re, e cila për ta është magjistaria e ligë që shkakton fatkesi. Gjithçka për 3 kokra vezë. Vërtet ka çrënd jemi? A i mbani mend zonjën Genta të javës së kaluar atë dentiste jo dentiste? Po sikur e mbyllet i herë këtë muhabete, prap i binim qafë shkretëse. Po edhe sikur ta kishim mbyllur ne, nuk e mbyll dot publiku, se që nga programi i javës së kaluar vërshuan denoncimet për zonjën fjalë që ç'të them.
O, zot, që di e modhe me këta që ankohen. Ore, dhorë, sot janë lukshere, janë sa për estetik. Mos shifti italian se ata vinë me argju lek të pensionit. Boni moj investigim për zonë e ropëve. Boni moj! Tani për gjithë ju që nuk shkoni te dentisti për luks po për nevojë, Piranja jon Luela Gaxha ju sjell vazhdimin e investigimit mbi pseudodentisten më të famshme në gjithë Shqipërinë. Pa leni e tjetra në rahat leni. Ka mundësi se më lëmtet atë. Njerëzit kanë hallë. E dini që rrezikoni jetë pacientesh? Pse rrezikoj jetë pacientesh? Se nuk jeni regjistruar në urdhrin e stomatologut. Kjo zonjë, e cila pretendon se është dentiste profesioniste, quhet Genta Elezi Sheholli, ka një klinikë stomatologjike në qytetin e Shijakut. Dhe ishte personazhi i historisë që ju treguam një javë më parë. Pseudodentistja 41 vjeçare ushtronte aktivitetin pa licencë në një klinikë në qytetin e Shijakut, atje ku një paciente kishte rënë pre pa aftësisë së saj. Vendos implantin e parë, ishte duhet kalonte 4-5 muaj që të vendose pastaj të mballa. Punimet nuk është se më pëlqyen shumë, nuk është se isha kënaqur, por duke marrë parasysh, nuk është se merja vesh shumë nga procedurat e stomatologëve. Vazhdova me procedurat kur erdhi maskerinat pas një kohe shumë të gjatë, gati një muaj në pritje dhe thash sapo të jem gati do vi që të vendos. Pacientës vazhdojnë të shtojnë dyshimet ndaj profesionalizmit të kësaj zonje, e cila ka marrë atributet e stomatologes. Thjesht i dërgova një mesazh që shiko, këto më dolën direkt, nuk bën, thjesht do vi do flasim të hënën edhe do shohim se si do vazhdojmë. Edhe i thash thjesht që shiko, ta kam dhënë para dhënien, po mua nuk më pëlqen, se si po punojmë bashkë. Të gjendur përpara një rasti flagrant të abuzimi, kërkuam informacion nga urdhri i stomatologut që na u përgjigj se kjo zonjë nuk ishte e regjistruar në këtë institucion dhe për të rrjedhoj nuk mund të ushtronte profesionin. Gjithashtu nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor dolën një sër mangësish në dokumentacion që nga mungesa e lejes së ushtrimit të profesionit, akt miratimi higjieno-sanitar, mungesa e librezës shëndetësore dhe raportit mjekoligjor, analizës së ujit, certifikatës së dezinfektimit dhe kontratës për menaxhimin e mbetjeve spitalore. Praktikisht asnjë dokument duke e kthyer klinikën e kësaj zonje në një vatër të ushtrimit abuziv të aktivitetit. Ndërkohë, menjëherë pas publikimit të këtij skandali, në rrjetet tona sociale vërshuan një pafundësi komentesh dhe mesazhesh që demaskonin këto personazh që palishmërinë e kishte kthyer në normalitet, por pati edhe nga ato që kërkuan të na takojnë për të denoncuar metodat as pak profesionale të kësaj zonje që ka marrë përsipër të ushtrojë një profesion kaq delikat siç është ai i stomatologut. Kam kaluar shok, më janë futur të dridhurat në trup, kam qarë pafund, kam ndonjë zgjuar të natë, e kam përjetuar shumë keq dhe vazhdoj ta përjetoj shumë keq sepse kishte kaluar një afat kohë dhe kishim harruar disi. Pas vetë nuk e kuptova si rash viktim e mashtrimeve të saja. Ndjeva një dëshirë ekstreme për ta takuar këtë njeri, përveç fakti që dua lekët e mia, sepse nuk bëri asgjë dhe unë gjithë kirurgët e tjerë, mjekët e tjerë më kanë thënë që ti duhet ta bësh, duhet ta heqësh këtë. Dhe kjo ka qenë jo traumë, me të vërtetë ka qenë ekstreme për mua. E përbashkët këtaj këtyre tre zonjave është se kanë qenë paciente të zonjës Genta. Por secila prej tyre ka patur një histori të ndryshme, gjithmonë me fund të tmerrshëm për shkak të duarve të saj as pak profesionale. Dy zonjat e para marrin kontakt nëpërmjet profilit të saj në Instagram, atje ku pseudodentistja publikonte ofertat e saj të parezistueshme. Nëpërmjet internetit, pash kisha një dhëmbë në anën e majt, e kisha të nxirr edhe mendova që ta rregulloja. I shkrojta në Messenger, e pyeta çfarë çmimi keni, më thotë që e kam me 60.000 lekë të vjetra një dhëmbë. Në rrjetet sociale kishte bërë ca oferta. E bërë ca oferta 50%, 60%, 70%. Ndërkohë nuk kam pasur asnjë problem me gojë, përveç se në ana estetike kisha 2 dhëmbë lart dhe 2 dhëmbë poshtë të shtrëmbër. Ndërkohë që Manjola, pacientja e tretë, ka njohur në një situatë tërësisht të ndryshme. Në 2021 ajo ka bërë një lindje në spitalin ku unë punoj, Koço Glozheni. Në një nga ditët ku unë kam punuar aty, jam njohur me zonjën në fjalë, Gentiana Elezin, ku u prezantua si një dentiste. Në atë kohë kisha një dhëmbë që më jepte shpesh herë infeksion dhe e pyes çfarë opinioni kishte për këtë situatë. Dhe si një profesioniste kalibri, zonja Genta jep diagnozën aty për aty, pa nevojën e një konsulte në klinik. Duke e parë gojën time në atë moment, më thotë që ky dhëmbë ka një infeksion shumë të lartë, duhet patjetër që të hiqet, të bëhet një ndërhyrje e menjëhershme sepse do të infektonte edhe dhëmbët ngjitur, çka kjo ishte e rrezikshme
për shëndetin tim dhe duhet të hiqte edhe dhëmbën e qenit ta zbriste poshtë. E njëjta gjë edhe me dy zonjat e tjera. Diagnozë me sy të lirë dhe pas një verifikim. Për një dhëmbë që kisha, filloi, kjo duhet hequr, kjo duhet hequr, kjo të prish dhëmbët, ajo të prish dhëmbët. Më ul për të parë, për të bërë kontrollin dhe më thotë që shiko, më thotë mua, nuk të duhen 4, po të duhen 6, por zirkoni thotë është i bardhë, është shumë i bardhë dhe ti të kesh një dallim në qeshje dhe të t'i bëj motra, ajo thoshte të gjithëve, të t'i bëj motra të gjithë gojën me një ofertë. E gjithë goja mua më tha do t'i bëj për 3 milion. Kur një dhëmbë zirkoni në atë kohë ishte i shtrenjtë, 280 euro, 300 euro. Tani dëgjoni me kujdes për të kuptuar manovrat e vazhdueshme të pseudomjekës. Ku e kishte kjo klinika? Klinika Kristal. Klinikën e kishte në Laprak. Ka qenë në Tiranë të re, zona, domethënë afër ngjit me Unazën. Komuna e Parisit, domethënë gjithë me liçenin ishte gati si në kufi ajo. Komuna e Parisit, te Selvia, Laprak, Unaza e Re dhe në fund në Shijak, aty ku e gjetëm ne. Në më pak se 5 vite, doktore Shgenda ka hapur dhe mbyllur plot 5 klinika. Aq dim ne të paktën. Pacienti i katërt që denoncon aktivitetin e palishëm të kësaj zonje është Arbeni nga Peshkopia, i cili një lloj si dy zonjat e ka njohur nga interneti. Më thot hajde në klinikë, shkoj takohem, bëjmë shikimin e gojës, domethënë verifikimin e gojës dhe bëjmë llogaritë. Bëra gojën komplet, 4 implante dhe përfundimisht në kryt muaj që bëra punën e bëri shumë shpejt si punë, domethënë pak e habitshme, po prap unë nuk isha specialist. Edhe fillova probleme, infeksione, gjëra dhe detyrimisht mas gati nuk shkoj edhe një vit, unë i hoqa komplet. Fillova mjekimin, mirë po ajo direkt më futi darën dhe mi hoqi. Do t'i rregulloj unë falas, do t'i bëj unë kështu, do të bëj dhurat për vitin e ri, të që s'të kanë bërë fëmijë, do të ta bëj unë. Për secilin nga pacientët që përshkonte, Genta përdorte strategjinë e bamirëses, diku me oferta zemërgjëra e diku për hir të njohjes dhe miqësisë. Por gjithmonë me qëllimin e vetëm, kap çfarë të kapësh. Nuk e di se si ma mbushi mendjen, as vetë nuk e kuptoj, por gjën që kuptova dhe më bëri përshtypje sa vajta, kërkonte lek në dorë. Dhe ju edhe? Unë ja kam dhënë brenda ditës mua ajo, më tha unë do të bëj një mjekim në përdhëm, do të bëj heqjen morten e nervit dhe pastaj do të bëj mbushjen që për 3 ditë të marrim një mas. Gjithçka brenda ditës, sepse doktorë Shgenta nuk ka kohë për të humbur. Ofertat janë gjithmonë aktive dhe pacientët gëlojnë. Madje aq shumë sa që fillimisht bënte heqjet në seri dhe më pas bënte implantet. Implante i thënshin. Bënte me shumë veta për njerësh. I hiqte dhëmbët, edhe i linte pa dhëmbë në gojë njerëzit, pastaj fillonte punën me radhë. Ne duhet të prisim sot nesër. Dhe pas shumë kohë pritjeje, vinte momenti për vendosjen e dhëmbëve të rinj. Më mbrapa pastaj filloi më vuri ca implante. Ato implantet më ejtën, më bënda uve, më nxin nga fytyra, më bëri grafi, miri ke më thoshte. Faktikisht unë nuk i kisha mirë. Në këtë pikë, Vasilika e sheh që gjërat nuk shkojnë as pak mirë për të, sepse implanti vendosur nga mjekja abuzive po i shkaktonte komplikacione të rënda. Implanti më kishte ikur në sinus. Më kisha dhimbje koke, kisha qelbë në gojë, tërkohën, i shkrojta që më ka rekomanduar dhe mjekimin, bëj këtë otetalika, o sa shumë që jenë entur, më thoshte, i bëra. Një javëria e qentur, entesha përsëri, si përfundim kjo nuk më tregonte, unë këto i kisha sepse më kish kaluar implantin në sinus. Dhe kur vajta, kjo më bëri grafi dhe nuk më tregoi. Unë i thosha, nuk e ndjej këtë implantin, nuk e kam në gojë. E ke më thoshte mua, po se kupton ti. Komplikacionet thuajse të ngjashme kanë kaluar dhe pacientët e tjerë, të cilët i kanë besuar duarve të kësaj mjekjeje abuzive. Unë nuenta, dhe kisha një dhimbje të papar, një shtërngim koke, e të mërshme. Një ato dhimbje të kokën në jetën time se kisha provuar. Dhe uenta, gjysmë e kokës dhe një pjesë e buzës mund pi. Infeksioni në sipërfaqe. Goja ime ishte gjakosur, e irrituar, me infeksione. Ma bën ndërhyrjen dhe më kishte hequr 3 dhëmbë. Jo vetëm ato për të cilën e fol. Gjithkohës e ndjeja atë presionin e forcës që ushtronte. Nuk e kuptoj, por e ndjeja që me gjuhë, që plaga, qepja, ishte goxha e gjatë për një dhëmbë. Në momentin që fillova dhe të vendosja gjuhën, s'po ndjeja dhëmbët e tjerë.
Nga situatat e tmerrshme që kanë kaluar këto paciente, nuk kishin se si të mos zemëroheshin, por me sa duket zonja Genta gjente gjithmonë një justifikim. Kam shkuar atje, kam thënë më fali, kam thënë ram dakord për një, pse unë të tjerë nuk i kam. Dhe më thotë që i kam hequr sepse i kishe të infektuar, nga dhëmbi që kishe gjatë të infektuar, dhe ajo shkaktonte, domethënë rrojat ishin shumë të infektuara dhe ajo shkaktonte inflamacion, duhen hequr për të vendosur implante. Dhe i them, po mirë, ti paraprakisht në atë moment duhet më kishe thënë, sepse vendimi është imi. Pra ka hequr 2 dhëmbë të shëndosh sepse ishin infektuar nga një dhëmb i sëmur. E gjitha kjo pa një konsult paraprake me pacienten. Kjo thoshte sepse unë i kam vënë një laç nervit dhe duhet të ngordh nervi, prandaj ke këto dhimbje. Kjo vazhdoi 1 muaj, vazhdonte, unë ikja nga klinika e saj, e hintur, e fryrë, jo do bëjmë këtë, jo merr këtë mjekim, antibiotik pa fund, jo do të marr motra këtë. Kjo vazhdoi gati 2 vjet. I kemi shtrënguar dhëmbët, ja se po e shikojmë këtë. Ndërkohë që debatet e pacientëve ishin për cilësinë skandaloze dhe gjymtimet që po i shkaktonte, pseudomjekja nuk e prishte as pak Terzin, madje pa u skuqur, jepte diagnozat e reja. Thot po shohim një problem. Dhe unë shtangem, them çfarë ka tani, dhe thot duke qenë se ne e hoqëm dhëmbin, dhëmbi i parë është pakocki, dyti pakocki, domethënë i bëri pakocki. Në të kundërt, ne mund ta vendosim implantin, por vetë organizmi yt do ta njohë si trup të huaj, do ta luftojë dhe do ta nxjerrë jashtë, ose do ta luftojë nëpërmjet infeksionit. I them, "Ok, po unë çfarë të bëj unë tani?" Thotë, "Jo, ti nuk bën asgjë, thjesht unë po të them që do bëjmë një ndërhyrje të dytë, kirurgji të dytë, që të vendosim kock në secilin vend ku do vendosim implantet, do ta mbyllim dhe implantet do t'i bëjmë herë tjetër. Por që kjo kocka thotë është me pagesë." Por gjithë çfarë dëgjuam, nuk janë asgjë krahasuar me dëmin që ka pësuar Vasilika. Kjo zonjë moshuar e cila ka përfunduar në spital dhe ende sot vuan pasojat e papërgjegjshmërisë së stomatologes së palishme. Unë detyrova bëra në formë private një paronament dhe ai dentisti më thot, urgjentisht shko në spitali francez, asgjë kundi tjetër se implanti lëviz me shpejtësi dhe të ka arritur afër syrit. Rrezikoja shikimin, qelbi në trus e gojën e kisha gjithë qelë. Sa po është paraqitur në spital, mjekët i kanë kërkuar të përgatitet për ndërhyrjen e menjëhershme për shkak të rrezikut se implantet mund të avanconin. Më thot se doktor Arlindi urgjentisht thot do bësh analizat. Me të nesërmen vajtëm te doktori dhe më thot nesër në mëngjes në orën 8 jesh këtu do futesh në sallën e operimit. Me falë. Jam i hoqën këto, implantet me ndryshk, i hoqën komplet. Të hoqën të gjithë pjesën që ajo kishte punuar? Po, të gjithë pjesën që kishte punuar. Kjo situatë për Vasilikën do të zgjaste për disa vite, duke i shkaktuar një dëm shëndetësor, financiar dhe moral të pakthyeshëm. Kjo vazë me qelb në gojë 3 vjet e gjysmë. Tani u dorëzuan dhe këta, na vjen shumë keq 3 kotësa. Të ka dëmtuar jashmase, pastrim të ka bërë nga brenda, tha të ka lënë ta kockën, të ka dëmtuar të tëra, tha duhet t'i heqësh. E gjitha kjo, për shkak të një personi të paskrupull, që nuk dali përpara asgjëje vetëm për të zhvatur pacientat dhe më pas zhdukej pa lënë asnjë gjurmë. Shkoj pas 2 javësh, nuk e gjej. Shkruaj në fakt një ditë para, nuk më ktheu përgjigje dhe mesazhin nuk i shkoj në WhatsApp dhe në telefon i shkruaj prap nuk më ktheu përgjigje. Direkt te klinika e gjej të mbyllur. I shkoj pas 2-3 ditësh prap, nuk e gjej prap. Kaluan banor dhe i pyes, më fal, i them, këtë dentiste po kërkoj dhe nuk po e gjej. Dhe ata më thonë, ne nuk e njohim fare këtë. Nuk e dim që në katin ton të parë pas ka një dentiste. Duke mos arritur ta gjej, Manjola merr kontakt me administratorin e pallatit dhe aty përballet me të vërtetën shokuese. Ajo ndiqet nga policia dhe nuk je i vetmi person që ti po e kërkon, vijnë shumë persona si ty, por që ajo është shpërngulur nga këtu dhe nuk ka lënë asnjë gjurmë, unë nuk di ku të orientoj që ta gjesh. Në të njëjtën situatë, në kohë dhe vende të ndryshme janë përballur dhe pacientë të tjerë të dëmtuar nga stomatologja abuzive. Ajo me komunikimin me mua mbylli telefonat. Unë e kërkoja, bëja, nuk e gjeja dot. Do vi sot, do vi nesër, jam smur dhe pastaj nga një moment ai u mbylli të gjithë rrjetet sociale dhe u zhduk pastaj nuk kishim asnjë lloj mënyre për ta kontaktuar. Por kërkimet e pacientëve për gruan problematike që hiqe si mjeke nuk mund të vazhdonin pafundësisht. Dhe dikush do të merrte hapa ligjor ndaj saj, duke u përballur me një tjetër të vërtet shokuese. Atë te krimi ekonomike e kishte mbi 40 denancime. Krimi ekonomike kërkoj
nuk e gjeti dot dhe ja kaloi prokurorisë. Prokuroria tregua shumë zonja për një kohë 4 mujore, e zbardhi dhe dërgoi në gjykat. Gjykata vendosi që se vetë ashtu quajtur e dentiste mos e ushtronte me këtë profesion, e dënoi me burg 1 vit e gjysmë, sepse kërkoi dënim të shkurtuar. Edhe kjo e apeloi. Dhe unë këtë zonjën tani, po prisja që kjo të ishte dënuar të vuante dënimin. Një dënim që Genta Elezi nuk e kreu asnjëherë. Përkundrazi, ju rikthye edhe një herë zanatit të vjetër, hapjes një pas një të klinikave dentare, deri në momentin kur u kap nga ne në qytetin e Shijakut. Unë shpresoj shumë të merrni masa për të sepse unë e marr masën dhe nuk është problem. Vetë aty ja bëra rinovim në stomatolog, s'është problem. Jeni duke marrë jetë njerëz. Dhe zonja Genta na e dëgjoi më njëherë fjalën. Ajo mori masa vërtet serioze, mbylli klinikën e Shijakut për të hapur një tjetër në qytetin e Durrësit, duke vijuar me praktikën e vjetër të ofertave tunduese. Ndërkohë që Vasilika, Manjola, Kristina, Arbeni dhe shumë mish pacientë të saj vuajnë ende pasojat e një mashtrimi të madh në emër të mjekësisë, që mban emrin dhe fytyrën e kësaj zonje, e cila vijon punën abuzive, e pa shqetësuar as pak nga organet ligjzbatuese, që mjafton me burokraci dhe nuk marrin asnjë mas konkrete ndaj saj. Të blesh vdekje me para tek ne vendodhi. Historia që do të ndjekim në vijim është me plot gojë e pabesueshme. Po t'ishte skenar filmi, do akuzoj për egzagerim. Përfituroni pak sigur një ditë të bukur të humbni çdo kontakt që keni me babain. Dhe për 2 muaj rresht, të mos keni as iden më të vogël se ku është dhe çfarë ka ndodhur. Përfituroni javë të tëra trokitje plot ankth e dëshpërim nëpër dyer institucione që u përcjellin pa përgjigje dhe pa zgjidhje. Ndjekim Piranjen, Matilda Prendi në këtë pjesë të parë të kësaj historie rrënqetëse të një djali që kërkon të atin. Mbrëmjen e 28 qershorit, baba im nuk kthehet më në shtëpi. Në Durrës, kur një marinar nuk kthehet në shtëpi në darkë, zakonisht ka 2 arsye. Ose është ende në det, ose është ulur për të pirë një birrë. Por jo në rastin që do ju tregojmë, kur gjërat kanë marrë një kthesë tragjike. Puna ti në portin e Durrësit konsistonte me të qendrit në det të hapur nga minimumi 3 ditë, por edhe maksimumi deri në 15 ditë në raste shumë të rralla. Babai im ka punuar në atë pozicion pune për 30 vitesh. Unë jam lindur dhe rritur me babain tim duke bërë atë lloj pune. Gjatë gjithë kësaj kohe, unë dhe familja ime nuk kemi kontakt me babain për shkak sepse nuk ka valë në det të hapur. Ditën e 28 qershorit, baba im kthehet nga deti i hapur dhe zbret në portin e Durrësit dhe takon mamam time dhe i thotë që në darkë do kthehet në shtëpi pasi të mbarojë detyrimet që ka në port në Peshkareç. Mirë, po atë mbrëmje babai nuk u kthye, duke na alarmuar. Por me kalimin e orëve, ky shqetësim do të zbehej disi, sepse në takimin me bashkëshorten, pasi kishte zbritur në port, Arbeni kishte thënë këto fjalë. Un kam plan të largohem me një anije më të madhe peshkimi që niset nga Vlora dhe qëndron në det e hapur minimumi 15 ditë dhe maksimumi 1 muaj. Babai kurrë më përpara nuk ishte ikur për një periudhë më gjatë kohore se 15 ditë dhe as unë, as mami, as motra nuk ishim dakord për këtë gjë. Mirë, pa ishte vendosur për ta bërë këtë gjë. Familjarët ngushëlloheshin me idenë që Arbeni mund të ishte nisur sërish për në punë, por paralel me akrepa që lëviznin, Mirakusta vinte dhe shtohej. Ndaj, me të gdhire nesërmja, ata interesohen te kolegët e babait pranë portit të Durrësit, të cilët ja shtojnë dyshimet se diçka mund të ketë ndodhur. Ata na konfirmuan që Ania nuk ka dalë sërish në det. Kjo gjë na alarmoi dhe ju drejtuam komisariatit të policisë të plazhit të Durrësit, konkretisht tek zoti Luftim Lleshi. Fillimisht tha që është shumë herë për ta deklaruar të zhdukur ose të humbur, mirë po ai do niste nga puna për të kërkuar. Paralelisht me policinë, edhe familjarët e Arbenit nisën intensivisht kërkimet e tyre. Në zonën ku ne jetojmë, në familjen tonë të gjerë, tek kushërinjt, tek ta afërmit, në port, në Durrës dhe përtej zonave të Durrësit. Dhe fakti që ne nuk kishim asnjë gjurmë dhe asnjë informacion për babain, sërish dyshimet na çonin të mendonim që është nisur me këtë anije në Vlorë. Krahas kërkimeve, të afërmit e Arbenit bëhen të vëmendshëm edhe ndaj kronikave televizive, që të mund të zbulonin diçka për fatin e kryefamiljarit. Lajmet nuk kishin asnjë informacion. Aksidente nuk kishim dëgjuar fare as në zonën tonë, as në Durrës. Ashtu sikurse edhe institucionet, të gjitha ato që u drejtuam, nuk na dhanë ndonjë informacion për Arben Bykun, që të rezultoi i humbur, i burgosur
vdekur, i plagosur ose diçka tjetër. Komisariati i Policisë së Plazhit të Durrësit, Komisariati i Policisë në Durrës dhe Spitali i Durrësit. Këto kanë qenë 3 vende që ne kemi kërkuar vazhdimisht. Unë, mami, motra, por edhe hallat tona. Zoti Luftim Lleshi na e siguronte që është duke kërkuar babain kudo dhe nuk rezulton askund. Kur thua kudo, çfarë nënkupton? Ai na siguronte që ka qenë gjatë gjithkohës i koordinuar me policinë e Durrësit, me stafin e tij që janë në terren, me morgun e Durrësit, por edhe me spitalin e Durrësit. Sipas Zotit Lleshi, nëse diçka e keqe do kishte ndodhur, këto 4 institucione do ishin të parat që do e dinin. E kujt nuk do të jepnin siguri, to fjalë të thëna nga një funksionar i policisë, tek i cili familjarët e të humburit trokistin çdo ditë. Ose 2 herë në ditë, përgjigjet atij sa vazhdonin dhe bëheshin më të zbeta. Dhe Zoti Luftim Lleshi i bashkoi dyshimeve tona që babai mund të jetë në det të hapur. Pas sa ditë është dakord shefi që babai yt pas ka dalë në det të hapur? Që javën e parë ose 9 ditën e parë. Duke qenë gazetar në profesion, Klinsmani nisi të kërkojë prova konkrete të korrespondencës që oficeri i komisariatit kishte patur me institucionet e tjera. Konkretisht me policinë e Durrësit dhe me spitalin e Durrësit. Ndonse ne shkonim dhe vetë fizikisht për të interesuar atje dhe nuk kishte informacion, Zoti Lleshi gjithmonë na siguronte që ne jemi duke kërkuar, por asnjëherë nuk shfaqte prova të kësaj pune që ai supozonte që po bënte. Ndërkohë tek Komisariati i Policisë së Durrësit, sa herë që shkonim, na thonin, nëse do kemi një informacion, do e dërgojmë tek Komisariati i Policisë së Plazhit të Durrësit. Atje ku keni bërë denoncimin për herë të parë, atje duhet të vazhdoni të drejtoheni. Ndërkohë tek Spitali i Durrësit nuk kishte asnjë informacion për Arben Bykun. Gjithashtu edhe në morgun e Durrësit. Praktikisht një person i zhdukur pa lënë asnjë gjurmë. Ndërkohë kaluan pothuajse 15 ditë që ishte afati limit i qëndrimit në det dhe babai i Klinsmanit nuk po kthehej. Prandaj, familjarët detyrohen që kërkimet t'i shpërndajnë edhe jashtë Durrësit. Dyshimi im i parë ishte spitalet në Tiranë, por edhe morgu i Tiranës. Ndërkohë, tek morgu i Tiranës, duhet një procedurë shumë e veçantë që të identifikosh një trup. Unë dhe familja ime duhet të kishim një firmë nga Komisariati i Policisë së Plazhit të Durrësit dhe një OPG që e caktonte sërish po ky komisariat. Ndërkohë, kur unë i kërkoja Zotit Lleshi një firmë dhe një OPG për të shkuar në morgun e Tiranës dhe për të hequr dyshimet tona të fundit që babai mund të ishte atje, Zoti Lleshi na siguronte që ai ka kërkuar atje dhe nuk ekziston asnjë person me emrin Arben Byku. Madje, nga kontaktet e mia në morgun e Tiranës, mua më bëhet ditur që ekziston një Arben, por jo më shumë. Kemi informacione që janë 3 trupa të pa identifikuar në morgun tek në Teresa, edhe dyshem që një nga ato trupat mund të jetë për familjar Arben Byku. Se shkon për Arben Osman, për mua shkon gabim, është identifikuar ajo. Jo Byku. Ai që është në morg është Arben Osman. Vetëm një është në morg i pa identifikuar. Mua më duk një gënjeshtër shumë e madhe. Dhe unë si besova asnjë fjalë nga ato çfarë tha. Ndaj këmbgulet e mia vazhduan akoma më shumë. Ne nuk do vazhdojmë gjumë derisa të shohim që nuk është i. Absolutisht po, pyes kallëzimi i fjalës. Deri ku keni avancuar me kërkimet? Reali është të dërguar në prokurori, por verifikimi në burgun e Fierit, në burgun e Rrugëzhinës nuk ekziston. Sa i mësero dhe mofë. Ai trup që ka i trasidat. Ka i kocidet. Po. Emri pa, apo ai është datën e tjetër, po tu bie poshtë. Ju keni ndonjë dyshim i dëruar? Them se mund të ketë një vendim në fakt. Po kjo është një personale. Gati 20 ditë i humbur, asnjë shenjë jete nga 55 vjeçari, edhe pse pretendohej se kërkimet nga institucionet nuk ishin ndalur në asnjë moment, dhe dyshimi i vetëm i oficerit na qen ka se babai pas ka braktisur familjen e tij për një femër. Ai ishte alibi e mjaftueshme kjo për t'i mohuar kësaj familje edhe firmën që ishte e domosdoshme për të kërkuar te vendi i vetëm ku ata nuk kishin deportuar dot. Zoti Lleshi pretendonte se ai nuk mund të lëshoj firma çdo kujt që mendon se ka një të afërm të tij në morgun e Tiranës, dhe ai ma siguronte që ai i ka identifikuar trupat që kanë ardhur në morgun e Tiranës. Arben Byku, që është babai im, nuk ishte aty. Ai kishte foto të babait, ai kishte komplet dhënat e babait dhe ai kishte komplet interesin e familjes së vogël, por edhe familjes së madhe të babait tim. Të gjithë dajat, xhaxhat, hallat dhe kushëritë e mia. Në çdo vend normal, në çdo rast të ngjashëm, pavarësisht fotove, objekteve personale, madje edhe dokumenteve të identifikimit të një kufome në morg, policia thërret gjithmonë një familjar për t'u siguruar, por jo në këtë rast. Bashkëpunimi nga ana e tij ishte 0. Ndërkohë ne kërkonim vetëm një firmë. Zoti Lleshi pas shumë këmbguljesh ma dha të firmën, mirëpo nuk më dha një shef OPG-ja, i cili, sipas detyrimit ligjor, duhet të shoqërojë me patjetër në morg, sepse në të kundërt nuk pranohesh. Shefin e OPG-s unë e sigurova nga drejtoria e përgjithshme e policisë. Pse nuk ta dha një OPG, se nuk e kuptoj. Ç'është justifikimi? Nuk e di. Mendoj që vazhdonte të na pengonte ne në kërkimet tona të pavarura. Po çfarë thonte? Se një justifikim ta jepte në momentin që e pyesje. Nuk kam askënd disponibël tani, sepse ka qenë periudhë vere dhe me
iden janë në terren. Një justifikim banal, kur bëhet fjalë për një person të zhdukur dhe familjen e tij, që nuk kresh se trokituri asnjë ditë të vetme në derën e komisariatit. Për javësh tashmë. Pasi mora firmën nga zoti Lleshi dhe pasi e gjeta vet OPG-n, unë dhe familja ime u drejtuam tek morgu i Tiranës. Vetëm një person lejoi të hynte nga familja. Pasi hyra tek dhoma ku mbaheshin trupat e pajet, personi që punonte aty më tregoi 3 trupa të paidentifikuar. Se shkon për Arben Osman, për moshë nga betë, është të identifikuar e jo byko. Ai që është në morg është Arben Osman Vëllry. Shefi ishte i sigurt që trupi i babait të Krismanit nuk ndodhej në morgun e Tiranës, pasi këtë e kishte konfirmuar nga vetë kërkimet që ai ka bërë. Por në këtë histori, siguria më e madhe është që ai ka gënjur. Njëri nga ato trupa ishte babai im i ndjer, i cili ndodhej aty prej javësh, i ardhur i pa identifikuar nga Spitali Ushtarak në Tiranë. Çfarë kishte ndodhur Krisman? E vërteta ishte që baban tim e kishin përplasur tek ura e Delanit mbrëmjen e 28 qershorit. Pra të ditë që nuk u kthye në shtëpi. Po. Pas identifikimit, tërheqjes së trupit dhe ceremonisë së varrimit të babait të ndjer, për Krismanin dhe familjen nis një tjetër sfidë, drejtësi për ngjarjen që u fsheh për një muaj. Ky mund të ishte një lloj amaneti i 55 vjeçarit, i cili u nda nga kjo jetë, pa patur pranë asnjëri nga familjarët. Dhe si të mos mjaftonte kjo, ku foma e tij u la të dërgjësi e pa identifikuar për 10 ditë në morgun e Tiranës, sikur të mos kishte asnjë të afërm. A nuk është makabre kjo? Ti, ke pyetje dhe ka një mbyllje ndër, ti domicile, ke zonë. Ka një testë shumë bërpoa si jo. Te, jo. Vrasje, jo. Spital, Durrës, jo. Spital Tron, sa të shkojnë të Tiranë. Si pyet, po pyetja dhe do i norma. A ka një aksident se pyet, a ka një vrasje, a ka një mbyllje ndër. Du të thotë sa por, një aksident ka në, akoma s'është. Ka që mu jetë me mu, më zënë që jonë ty, hajde me mu, më kini policisë, ikin ke spitali, e qajë në ati më zënë dhe më supose me, e ka mund për të ty një konë në të një. Habe, e më të thonë, do të identifikoj si të identifikon baba, kur e kimi. Një ngjarje e rëndë me pasoj vdekjen e një qytetari, për të cilën nuk janë njoftuar familjarët e viktimës. Kjo është kriminale. Por tani, le të kuptojmë pak rrethanat në të cilat ka gjetur vdekjen 55 vjeçari. Aksidenti ka ndodhur në orën 23:45 të mbrëmjes, kur Arben Byku ka qenë duke ardhur nga drejtimi i stacionit të trenit drejt plazhit të Durrësit, ku është shtëpia jon. Ka ecur tek pjesa komisorëve të Shmajtas dhe më pas nga aty tek vijat e bardha që ndodhen tek rrethrotullimi që ti duhet të kalosh për të kaluar në anën tjetër të plazhit të Durrësit, babai ka kaluar aty dhe babai është përplasur aty nga Enio Likmeta, një djalë nga Durrësi, i cili sipas OPG-s e komunikimit që ne kemi patur me familjarët e tij, në momentin e përplasjes, ata e kanë marrë në makinë, e kanë dërguar tek Spitali i Durrësit dhe babai ka qenë në kushte aq të rënda saqë Spitali i Durrësit e ka dërguar direkt tek Ushtaraku në Tiranë. Ndërkohë policia e Durrësit ka sekuestruar mjetin e Enio Likmetës, në cilin përplasi babain tim, dhe Enio është vendosur në arrest shtëpiak. Nga momenti që është përplasur nga 28 qershori deri sa ditë ka ndenjur në spital te Ushtaraku? Sipas OPG-s babai ka ndenjur për pak ditë, ndërkohë sipas babait të Enio Likmetës, babai aty ka ndenjur për më shumë se 2 javë në gjendje shumë të rëndë në intubim. Dhe pasi ka ndruar aty familjarët e Enios. Sipas babait të Enio Likmetës, babai nuk ka pasur asnjë mjet identifikimi. Këtë gjë e konfirmon edhe OPG-ja, por edhe zoti Luftim Lleshi, i cili deri në moment fundit nuk kishte as informacion, gjë të cilën ne nuk e besojmë, ka qenë karta identitetit, ka qenë karta që duhet kishte për në peshkim, ka qenë portofoli i tij. Por tek këtyre që djali të ndjerit tot, edhe sikur Arben Byku të mos kishte asnjë mjet identifikimi, pas denoncimit në polici të familjarëve, a nuk kishte informacion që një person është përplasur me makinë dhe ndodhet në spitalin e traumës në Tiranë? Imagjinoni pak që 55 vjeçari i ka kaluar ditët e fundit të jetës pa patur pranë njerëzit më të dashur. Ndërkohë, djali, vajza, gruaja janë privuar që t'i japin përqafimin e fundit. Në moment që ne zbuluam babain në morg dhe u kthyem sërish në komisariatin e policisë të plazhit të Durrësit sepse duhej sërish një proces verbal që ne të tërhiqim trupin, babai pas ka qenë pa identifikuar dhe ndaj ka qenë kaq e vështirë që babain ta gjenin. Ndërsa Arjan Qesja, oficeri i policisë gjyqësore në komisariatin e Durrësit, tregohet i qartë në të gjitha procedurat që janë ndjekur. Gamerllojku më i madh këtyne këtu është që pse nuk pyesin ata. Ne jemi vetëri më taj. Ti çfarë pyet? Nisën në suqet, me 30 suqet. Data 1, data 2, data 3, ti çfarë gosi fotografi? Ke vujtim zjam, ke pyet në drejtori ata. Ora ka dalë aksident. Sepse është komunikata por që thotë akoma i pa identifikuar. Komunikata që qohet
në sallën operative, ajo komunikat shpërndan ke gjithë shefat. Në plazh, më shijap çaka. I shkoj drejtorin, i shkoj në drejtorin, i shkoj gjithë. I ka shkuar aty plazhit. Pa shohin gjithë në komunikatorë, ai plazhit, i shkoj emaili. Ta zom se ka bë. Kemi shkuar ne për diç. Po shkoj drejtë. Po vjen gjithë. Se ti ke shkuar drejtë. Për ditë, aq më shumë. Një pafundësi elementësh të mjaftueshme që oficeri i komisariatit të plazhit të njoftonte familjarët, gjë që nuk e ka bërë. Mendimi im është 100% i plazh. Shefi i sektorit i policisë rrugore Kiminiç. Shefi i argullimit 2, unë oficer i policisë mësore 3. Sis na kanë kontaktuar si nga të me na baston atë neve, se është boni kalzim, nuk se më shpo të avance unë. Po shoku, është jetë lobi. Edhe hazi të po pusha po kalzim. Ku e ke? Emen, numër telefonit. Direkt telefonin. Hajde, kanë ndodhur aksident me aksident. Po është i tupim. Hyn pak i më. Me kishim gjallë. Me milimetrë në sekondë më jau. Por sa ka thënë një kusht. Fare, zero. Po të pyet shti kriminatorin edhe policin që po shërbim, mund të kemë qarë 50 herë, a më të shkoni, a ka herë njeri mu kujdesu për filamin, ja. Nga sa dëgjojmë, duket sikur oficeri ka qenë gjatë gjithë kohës në merak pse nuk po vinë familjarët dhe për këtë akuzon komisariatin e plazhit. Por djali i të ndjerit ka dyshimet e tij. Ne ke komisariati i policisë të Durrësit kemi shkuar dhe jemi interesuar dhe nuk e kemi patur as informacion lidhje me këtë aksident. Deri në moment që ne zbuluam që babai ishte vdekur dhe ndodhej në morg i pa identifikuar. E gjithë kjo mua më bën të dyshoj që ka patur një bashkëpunim. Kush konkretisht? Konkretisht me zotin Luftim Lleshi, zotin Arjan Qesa që është OPG-ja dhe familjarëve të Enio Likmetës, që situata të mbahet sa më shumë e fshehur, që të manipulohen provat dhe të bëjë një akt ekspertizë me deklarata të rreme që nxjerr që Enio Likmeta ka qenë në një shpejtësi 40.2 km/h në moment që ka përplas babain. Dhe faji ka qenë i babait tim të ndjer. Pasi Klinsmann ka marrë në dorë akt ekspertizën që nxjerr fajtor babain e tij, dyshimet janë shtuar. Prandaj ka kërkuar ribërjen e një akt ekspertize tjetër, e cila hodhi poshtë komplet përfundimin e akt ekspertizës së parë, që Enio Likmeta ka qenë me 40 km/h, por ka qenë me 70 km/h në një zonë që nuk lejohet pasi ka afër vijat e bardha, por edhe një rrethrotullim dhe aksidenti mund të ishte shmangur nëse Enio mund të kishte frenuar më shpejt pasi rruga është e drejtë dhe ka fushpamje. Unë dyshoj që ky ishte qëllimi i tyre që ta mbani sa më gjatë të pa identifikuar që ne mos kishte mundësi që të kundërshtonim këtë akt ekspertizë të parë që ishte një farsë e madhe. Ktu e vërteta nisi të zbardet dhe natyrisht familjarët e Arbenit nuk u ndalën me aq. Personi i parë që unë ballafaqoha për gjithë këtë farsë ishte zoti Luftim Lleshi, personi i parë ku ne kemi denoncuar humbjen e babait. Ndërkohë babai dergjej atje dhe zoti Luftim Lleshi thotë që nuk na shkoi mendja. Ke bëri gabim shumë nasi më tha morgu, nga rajoni i policisë së plazhit nuk kam. Ti thua nuk më shkoi mendja. Kur nuk e ka dhënë një gjë, një time. Dhe prandaj s'ke pas veprimin. Dje këtu marr telefon njerëzit. Dje ka qenë 27 korrik. Mami im ku ka ardhur? Ka ardhur 28 qershor dhe e ke plotsu. Është e vërtet? Po. Si ka mundësi që na 28 qershor deri dje ki vetëm dje pas ke prish në pyet ke burgu të tjerë. Se mos bësh një kërkesë. Jo, shoh që s'ke bër punën Luftim. Punën s'e ke bër. Ti s'ke kontrolluar ke morgu të Tiranës. Babai im ka ke morgu të Tiranës që me 19 korrik i 2025-s. Është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet. Pse s'ke kontrolluar ke morgu? Pse ke shkruar një kërkesë? Se ti dhe ke morgu më kanë thënë që nuk është Arben Byku. Është vërtet. Po janë kërkesën. Me email ose me post. Po a ishte po ja e çova unë. Se ata ka pas të pa identifikuar. Po pra, dhe shkoja unë identifikoja, po ju më thoni që i kemi identifikuar ne dhe nuk ka. Edhe nga shkresa unë do kisha shkresën tani këtu që na tregoj ti dhe nuk e marr shkresën se ke bë kërkesën. Shkova unë pas trupa të holla që ishte babi. Ti si shef nuk e kishe bërë punën të Luftim. Unë e varros nesër babin. Po e varros, pa i çaj si që kishte dhënë apëmet. Po ti ka unë po të flas shqip që s'u shkoi kurrë me edhe gjë të tillë për aksident. Se ishte marrë fesht. Po një person kur humbet ose aksidentuar ose kanë vrarë ose zhdukur. Ke kjo paktën a bin të akord që duhet kishte bërë kërkesë ke morgu? Se se ke bërë çat ka ndalu? Atë ka ndalu njëri? Ai që ka kryer aksidentin? Ose jo fare më miku. Kërkesa që do kishte bërë, do kishte vendosur një foto. Edhe ato do i kishin thënë. Arben shumë bukur, mu thoje që ka dhe shkoni verifikoni. Ti ke thënë që aty është Arben Osman. Ka dhënë spitali ushtarak ditën njoftim. Me telefon. Po ne po flasim për morgu, jo për spitalin ushtarak. A duhet të mbaj dikush përgjegjësi për këtë skandal që ka shokuar një familje të tërë? Përshëndetje, si kalove? Unë jam Matilda Prendi. Unë dua të di ku ka qenë vështirësia, problemi që nuk është gjetur trupi. Se zhvonu të shifaj nuk e gjejon. Jo, e di ti, sepse e di ku e di ti. Ti ka thënë këtu që faji është i plazhit, sepse ata nuk kanë bërë asnjë veprim. Jo faj. Fajin e ka 100% ata? Jo faj, nuk kam thonë. Ata s'kan bërë asnjë punë, thua ti. Po shoku. Të lutem. Denonцimi është bërë direkt atje. Ata duhet ta ndjekshëm. Faj apo faj
dikush e ma, domethënë është shefi që i ndjek këto gjëra. Me pak vështirësi, oficeri i policisë gjyqësore e pranon se kush qëndron problemi në këtë padrejtësi që është bërë familjes Byku. Ndërsa më pas, ai tregohet mjaft i qartë për atë çfarë ka ndodhur. Ti thuaj që ata nuk kanë pyetur në asnjë moment plazhet e ju. Po të më kishin njoftu, ata, unë do e vesha ujtin, por e kam unë një. Ata verifikojmë për shembull këta prindrit, interesuarit. Domos sipas detyrimit ligjor do të njoftojnë ata juve. Kë do të njoftojnë ata? Po do të njoftojnë detyrimin këtu, që është bën një ankimin. Ato se kanë bërë. Atë flasim, ku ka tumbur, ku s'ka. Ai kuptoj. Atë është një aksident, por e kur ka ndodhur? Ka ndodhur me këtë datë. Ankimimi ku është bërë? Është bërë 5 ditë 6 ditë më mbrapa. Një muaj më mbrapa. Hajde ta zgjidhim. I sigurt që nuk kanë sjell asnjë lajmërim te ty? Po të kishin sjell lajmërim, unë nuk mund lej, unë një kufom. Me lën pa identifiku. Po çfarë interesi kam unë këtë punë? Është turp i herë që unë ta di edhe mos të vej ujtim zjat. Ju keni qenë te spitali, Ushtaraku? Ja. S'keni qenë ju? Ja. Ju Ushtaraku kam qenë në këtë herë. Kam qenë po s'u ngalon me. Okej, shiko çfarë thua. Nuk vlen me. Kam qenë shumë herë thua ti, kam folur me ato policin atje, edhe ai. Po pra tani ke qenë një herë apo s'ke qenë? Po kam folur me policin, kam shku, jemi interesu. Kur? A ka në ardhas që po s'maj mendoj, ama si jave, ama s'ta ka ditë. Jemi interesu, edhe me policin. Kam vonë lutëm, që do vi një person të interesohet, do më njoftoni që edhe unë. Ata s'ka njoftuar asnjë moment. Absolutisht. Në spital nuk ka shku njëri më interesu. Ka shkuar familja e interesuar. Po që se ka shku familja dhe ata si kanë thonë. Kujt është faji? Është i spitalit. Autoritetit. Në fakt, nëse flitet për faje, fajin më të vogël e ka spitali. Sepse policia e njoftuar për zhdukjen e Arbenit do të duhet të bënte të gjitha verifikimet e nevojshme që mund të ndihmonin në gjetjen e tij. Gomarllëku, më fal që po të citoj. Gomarllëku. Nuk kam përmend Gomarllëk. E ka thënë pra tash. Gomarllëk. Ja. Gomarllëku më i madh i këtyne këtu. Shumë mirë, pse nuk pyesin, ta kam thënë shumë mirë. Po çka ka këtu? S'ka më fundu njëri. Ka shef sektori i krimeve, shef i krimeve, shef i qarkullimit. Njoftohen shefat për kac. Ti ke thënë qas shef i qarkullimit, as rrugore, as kush nuk është njoftuar. Nuk kemi marrë njoftim. E tmerrshme. Ti gjej nëse ne kena marrë njoftim. Atëherë përgjithësia pikën. Ka pasur raste të tjera që janë gjetur edhe mos dimosh. Kjo nuk është për të krenuar. Nuk është as për të krenuar, as për ta sjellë si shembull. Jo, nuk është. Po flas për krenim. Po kemi pasur edhe raste të tjera. Për t'interesu, unë, pakin si person, unë kam lënë gurë pa lujt. S'kam pas informacion dhe s'kam pas. Me fatkeqësinë e tjetrit, është gjinaf. Pavarësisht se me rezerva dhe disa kontradikta, ky oficer policie ka treguar disa të vërteta për metodat as pak profesionale me të cilat operohet në disa sektor të uniformave blu, siç ka vepruar edhe oficeri i komisariatit të plazhit Durrës, Luftim Lleshi. Do t'ju pyesja, pse keni neglizhuar punën tuaj për të gjetur trupin e Arben Bykut? S'kam neglizhuar gjë, vazhdo. Pse nuk keni neglizhuar? Jeni ju ai që ka ardhur familjarët e Arben Bykut e dera çdo ditë? Jeni ju që keni thënë nuk më ka shkuar mendja? E gjithë përgjegjësia është e juaja dhe ata nuk kanë mundur të japin përqafimin e fundit, të qëndrojnë pranë momentet e fundit. A do mbani një përgjegjësi për këtë? A mendoni se jeni avë zoti Luftim për të mbajtur pozicionin tuaj? Kam kryer gjitha veprat. Asgjë nuk e bër. Të lutem, nuk e kontrolluar në asnjë moment. E ke thënë me gojën tënde, nuk ka shkuar mendja. Zoti Luftim, pse nuk e keni bërë punën tuaj? Çfarë ju ka penguar? Kam kryer gjitha veprat. Pse nuk e keni penguar me gojën tuaj që se keni bërë punën? Dhe kjo është e tmerrshme. Që lini familjarët në atë lloj gjendje. Të gjitha këto gënjeshtra, gjitha këto farsa, gjitha këto manipulime, jam shumë i sigurt që janë bërë që akti ekspertiza e parë të dali ashtu sikur se doli dhe ne të mos e kundërshtonim brenda afateve ligjore. Nëse çështja do ishte vënuar akoma më shumë, babai ose do vazhdonte të rrinte i pa identifikuar në morgun e Tiranës, ose do varroste i pa identifikuar dhe policia do dilte me një përfundim që ka humbur në det si humbin shumë peshkatar. Dhe ne nuk do kishim një varr ku ta qanim babain ton. Kjo dram i ndodhi një kolegu ton, që është gazetar. Gjë që provon për disa të herë që ky sistem nuk kursen askënd. Dhe kur i ndodh një gazetar, imagjino çfarë mund t'i ndodh një njeriu pa qasje në informacion dhe në institucione. Po si përfundon kjo histori? Do duhet presim javën që vjen. Mos lexova tekstin e dikujt tjetër, unë jam në pazë se gjinaf me harxhu zonin kot me çu zonin kot. Prandaj po them ruaj zërin se do duhet javës tjetër, sepse ne kemi ardhur në fund të Piranjat Show për sonte. Ishte një episod i mbushur me ngjarje. Me mbi gjitha, sollëm lajm e mirë të Bashkimit Afërditës me djalin e saj të mitur, një arsye më shumë që ne të ndihemi të gjithë krenar dhe për ju që të vazhdoni të na ndiqni. Ju falenderojmë që qëndruat me ne dhe ju lëm takim javës tjetër. Kujdes. Piranjat kafshojnë. Unë të bëj më mirë. Më mirë, Tirë, kujdes. Piranjat kafshojnë. Se na more Tell you
Dori, me të rënjë e rësirë, në për fusha, në për kodra, për shëlenjë e kërësirë. Pra burra, hajpini, ore qast, për që kalli në të herët, a thesën e një rast. Hajpini dhe rëmbeni, pushti qepën, pushti arka, të pa prek ju qepti dheka, milioner ju surita.